Ndërma shikus të emisionit Kojshia Show, mi sardhët në emisionin tuaj dhe tunin Kojshia Show, falenderit publiku që gjithmonë i kem prezenci pranë ekranit televizive por në studio. Por falenderit edhe atyre që mësojnë realizimin e këtij emisioni, janë sponsorët tonë, ata na mësojnë emisionin dhe na sjellin çdo javë. Është Ujë Sibura, falenderit shumë Ujë Sibura, një ujë Sibura, një shishe e ujë Sibura, një hap drejt jetës së shëndetshme, falenderit shumë. Do të kitje pak se sponsor. Falenderit shumë. Është Premium Center, butiku që posedon veshje të veçanta, gjithë ju që doni më duk, jo veç bukur, po edhe veçantë, shkoni tek Premium Center në Ferizaj që gjendet po afër urës së madhe. Faleminderit shumë Premium Center, do të kiti sigurisht edhe për to. Është fidanishtja Flakaduni, gjithë ju që doni me pas një ambient të mirë pranë shtëpisë tuaj, një borë të jashtëzakonshëm, shkoni tek fidanishtja Flakaduni që gjendet në Kuretin, në Kamenizë dhe ka fidanishte të bukura, do të kiti sigurisht edhe për to. Sonte kam dy musafir shumë special, sepse jam për herë të parë studion time, por para se me i ftu musafir, kisha pas dëshirë një duartëkitje të madhe për Qeverinë e Republikës Kosovës, për organet e rendit të sigurisë për arrestimet e sotshme. Duartëkitje se po mendoj që unë edhe për gjithë juve që më akuzoni edhe më thoni se Kojshia Show, emisioni Kojshia Show i ka dhënë hapësirë mediatike Fatmir Shehullit. Unë i bëj me dije gjithë juve që Fatmir Shehullit së pari kam pa në debat plus në Klan Kosova, mëndej kemi ftu na. Dhe gjithë ju që neve na akuzoni në fakt, nuk jemi një të parët apo të vetmi që i kemi dhënë hapësirë, po besoj që regjia tashmë po i publikon edhe fotot që Fatmir Shehulli ka qenë në vitin 2020, nëse s'gaboj në debat plus të Ermal Panduri, i cili her pas here akuzon tash Fatmir Shehullin, dhe ka qenë në Klan Kosova tek Adriatik Helmendit, të cilët pothuaj se çdo javë dhe çdo ditë e akuzojnë emisionin Kojshia Show. I bëj thirrje gjithë atyre që i shohin këto emisione së pari të merren me veten, pastaj me neve. Dhe emisioni Kojshia Show, edhe nëse e kanë nxjerr një figurë të tillë, domthonë nuk e kanë nxjerr për herë të parë, e para dhe e dyta edhe aq më tepër e kanë ndihmuar Qeverisë së Republikës Kosovës edhe organeve të sigurisë dhe rendit në Kosovë, të cilët e kryejnë punën e vet, edhe kisha pas dëshirë edhe një duartërkitje për policinë dhe AKI-n e vendit. Çdo milion shikues më shumë, shkojmë një herë me musafirët për sonte do të flasim normalisht për moderimin, se nuk do të flasim shumë për zgjedhjet, sepse e di që jemi në prag zgjedhjeve, do të flasim për moderimin, për gazetarinë në përgjithësi dhe për mënyrën e moderimit. Thash më herët kam dy musafir special, sepse njëri është profesor në Universitetin AB, e ka emisionin e tij, është autori i emisionit ndër më të ndjekurit në Kosovë, e veçanërisht në ATV Libera. Më herët ka qenë autor i disa emisione në RTK, i kom bin 25 vite gazetari, me neve sonte është profesor Resul Sinoni, mirëpresmi me dorë të kitit më. Ma shumë, se e kemi për e të parë, falenderit shumë. Profesor, falenderit shumë që jene. Respekt dhe shumë falenderit. Falenderit shumë. Faleminderit. Si edhe musafirja dytë për sonte është po ashtu e veçantë, sepse është gazetare investigative, punon në Maqedoninë Veriore, po shtëpinë e ka në jug. Me neve sonte është Liridona Veseli, ftoj me dorë të kitit më. Falenderit shumë. Respekti, falenderit. Dorë të kiti edhe nërë, për se janë figurat, në kanë dëru shumë sonte që kanë orë. Faleminderit shumë. Pro, faleminderit, Liridon faleminderit edhe njerë. Faleminderit edhe juve për ftesën. Mon keni nderu shumë. Faleminderit shumë, motit kam premtu, po nuk u bë kismet. Kështu që sot pas ka qenë kismet, pas ka qenë kismet edhe erdhëm Kojshi. Faleminderit, më s'kam të bonë une, se më dhe ke pos kismet. Ha, s'di. Kontrolloj studion dhe. Kontrolloj, ku di. E para se me fillu për moderimin e kështu kisha posë dëshirë, dhe pyti pak më relax tana, a prof? Në është ta s'pengan. A, si të dush, sin Kojshi. Sin Kojshi, a? Se thash edhe në prezentim, thash 25 vite, apo mbi 25 vite ke punu në gazetari, autori Liberës, javë për javë ngjitesh në përmole nga një pikë, kështu 3 fëmijë burr, ka. Qysh do lë? Qysh po del rezultati tash, ma shumë fëmijë me bo apo ç'a më thu? Jo bu qysh ke mujt, ka shumë me bo. A qysh ke mujt? Pse? Po i zan be, angazhum. Ja, fëmijët janë rrit tash. Vajza është 19 vjeçë, djali 18 tash. I përshëndesim me duartëkitje atje ku janë. Edhe vogla 9 vjeç, kështu që pasi e kam përfundu këtë pjesën e fëmijëve, kam fillu me malet. Me malet, a? I kënë gjithë ish mojat e moljeve dhe mojat e suksesit. Unë po besoj që edhe mojën e suksesit. Që suksesi mbarët si e koncepton njeri ju suksesin. Edhe mbarët çka qunë sukses. Tani, për mu është suksesi maj madh, në qoftë se flasim në profesion,
Pra, duke lanë anash familje, se sigurisht familja është e shejt. E shejt, absolutisht. Suksesi më i madh është në qoftë se e bën punën që e don. E ti e bën, prof. Kam fat, jam i bekum, po them, e falenderoj Zotin që e bëj punën që e du. Ose është puna që unë e kam ndru kur kam qenë në bankat shkollës, pra në klas 8, klas 9, dikur atëherë, e kam ndru këtë punë. Po nuk e kam imagjinu se aq shpejt kam e mu dhonë mundësia. Se kur unë kam ndru me punu në këtë profesion, s'ka pas media në Kosovë. Jo, as kena do që shtu online, sigur na. As kem pas mundësi me dalë. Pas Facebook? Edhe ka qenë kohë e okupimit. Ama ndodhi mrekullia, ndodhi shumë shpejt liria e Kosovës dhe bashkë me lirinë erdhen edhe mediat. Dhe si student i vitit parë faktikisht mu realizu ëndra, ose mu plotësu dëshira që ta bëj punën që e dua. Kur e bën punën që e don, nuk është më punë, është vetë jeta jote, është vetë ti. Unë kështu e kam. Njerëzit më thojnë ndryshe a je ande apo këtej. Jo, njëjti jam. Do me thonë, unë aq shumë kam jetë në ekran sa që nuk e dalloj. Edhe një pyetje shpejt para se me kalu të Linduna. A ki 25 vjetë, dhe më thonë për 25 vite, sa i ki reprizë? Si ki krejt, kështu po më nëjë premier? Reprizë? 26 vjetë. Po e sa janë në reprizë për tyve? Nuk ka reprizë, gjitha janë premier. Lindun, falimderi shumë qero, ti një gazetare sukseshme? Shumë falimderi për ftesën. Ndërë ma sukseshme, të bësa ma sukseshme janë Maqedonim Veriure. Tash e ki shpijet një jogë, pak bona e gore, nështë ta se ki një jogë. Jo. Ti pi tetove. I kini do interesante ju tetove, do bash. Një fjallur interesante kini, ja? Qështau. Po arrestimi që thënë një në tetove? Nisoj. Arrestima? Arrestim. Tash me Somalet, se atje dhe më thonë, në vede. Edhe më të arrestu se merë veç, këtë të po. Njëjtë edhe në atje, reziko është njëjtë. Veç e këm po, dhe më thonë, kështë në për intervista, e këm po dhe të prova të resolucionarit në qenë, ke thonë që të kanë largu prej punës, dhe të kanë bo mira keqë. Veç mirë. Si thamë edhe parës kër folëm privatisht, atë që ka shkrujt Zoti, asë kush së në ndalon falë asaj që mund të quhet fat në gjuhën e përditshme, por është pak një caktim i Perëndis për më të mirën time dhe besoj se kam lindur me një diçka që besoj se e kam gjetë tash në jetë për të qenë një urë lidhëse për njerëzit të cilët janë në nevojë. Po më pëlqen shumë se tanë kumpe përmendi Zotin, i një besimtar, për ndryshe profa e ka edhe emrin shumë të veçantë, Resul dhe me thonë i dërguma. Po, dhe ato përdoret vetëm për profetin Muhammed, jo për të tjerë. Resulullah. Edhe zakonisht sa e shkon kështu, këmë dëgju që edhe Ramazanin e ke mojt dikon 35 Ramazana. Shiko, besimi është shumë i rëndësishëm për njeriun. Në periudat ndryshme të jetës është gjithçka që e ke. Në momentet caktuara është gjithçka që e ke. Prandaj duhet ta vlerësojmë besimin si diçka e rëndësishme, unë e vlerësoj kështu. Përsa i takon praktikimit pastaj të riteve fetare, po Ramazanin e kam tradit, 12 vjeç kam qenë kur kam fillu të agjeroj pa ndërprerë komplet Ramazanin, dhe tash kam përshtypjen janë 35 apo ma shumë Ramazana që i kam agjeru, pavarësisht kohëve, pavarësisht gjithë qkaje unë kur nuk jam dalë. Si do qoftë është një obligim që e krym, është diçka personale dhe e bëj me knaqësi. Më pëlqen, bravo, dhe të gjithë. Më pëlqen një diçka që ju që je këtu, po dhe më thonë një shumë modest, shumë pak se he që ke përmend që ke qenë pjesëtari i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Kjo përveç se meriton dorëtërkitje, meriton edhe respekt. Që gjithë kemi qenë në atë kohë në luftë. Diçka, po jo ushtar. Ama, unë e vlerësoj veç faktin se njerëzit me vetëdije kanë shkuar në luftë, sepse nuk ka qenë e lehtë. Ne kemi pas informacione, e kemi ditë kënd e kemi përballë, e kemi ditë çfarë force e kemi pas, çfarë kemi pas. Kockat tona, mishin ton, edhe nga një armë të hekurt aty, armë që mund na lenin në rrugë. Prandaj vetëm vendimi është shumë i rëndësishëm. Të tjerat pastaj janë çështje që lidhen me atë se sa e ke fatin, si e ke fatin, si gjendesh, po kush e ka marrë vendimin? Edhe ka shku në luftë, është bë ushtar, duhet ta gëzoj, nga unë e gëzon respektin maksimal dhe natyrisht
të lumt ata që kur i ka thirrë detyra e dhat dhe ju kanë qenë gati. Jam shumë i lumtur që kam qenë gati. Nëse nuk e kisha bërë atë veprim, sa do të qoftë minimal që është, konsideroj se do ta kisha peng. E vërtet. Liridona, nëse lajmi për juve do të jetë, domethënë gazdaria do të jetë një lidhje dashurie, a i shikon besnike në lajme? Që tu e ke lidhë fort, çka bibi? Nëse të ishte lidhje dashurie, për shembull gazetaria, a kishe qenë besnike në lajm? A i kishe ne të besueshëm lajmit? Pa dhe, qka? Pi bje domethënë dashurisë. Pa dhe. Si Ma shikon? ke pështjel. Tash, çka i vjen më mirë, me qenë besnike në lajm. Bravo, të gjeni. Jo më nuk thash edhe unë E kena kalu moti kohën e dashurisë. Jam lidh me bashkëshortin tim 15 vjetë tashmë jena konsoliduar shumë si çift burrë e grua, saqë veç për punë jena ato e fol. Po, a? Veç për punë. Domethënë kështu i vetë njerëz në shtëpi kush vetet Liridona a burri? Jo, dhe krejt interesant, ashtu në bazë të karakterit, mendojnë që pyete mune, unë jam bosi i shtëpisë. Ti zguxon me pozon vjera se ti gazetar investigativ dhe reo si rast. E duhet me pyet vjerën time, se krejt ashtu e di kur e takojnë, ja japin atë përshtypje, i thonë, aha, ti Liridona nuse ajo, kur vjen në shtëpi prapë për herë ma thot njëjtë. Po krejt ashtu thonë, po ti një herë pësis ma them unë një fjalë, kur, nuk e bëj unë konfliktin në shtëpi, aty ku e bëjnë ato njerëzit e dobët. Njerëzit për shembull. Njerëzit e dobët e bëjnë konfliktin në shtëpi, me burrin, me gruan, me vjerën, me vjerin. Unë s'kam konflikt me vjerën, me vjerin, me burrin, me gruan, me kunata. Po njerëzit nervozojnë. Respektoj. Po nuk më nervozojnë, se unë thjesht. Po janë njerëz këtu e kanë fjalën për shembull, kur shkesh na për intervista njerëz që nervozojnë ai thu shimin titull. Jo, nuk jam tip që nervozohem me gjëra thjeshta, absolutisht. Jam shumë më e thellë se aq. Unë mund të shqetësohem kur ka një padrejtësi edhe të reflektoj një lloj agresiviteti, po them thojza që duket agresivitet ndaj njerëzve, por unë jam e revoltuar me një padrejtësi, po njerëz të thjesht krejt ato që rinë afër meje e dinë se unë kur nuk nervozohem. Për shembull ti kur nuk arrish mu të bësh ndjehem keq, nervozohem prej teje asnjëherë. Mundohem të të arsyetoj për veprimin që e ke ba. Po ish problem me ty, ish problem se kjo s'potut ke profesor. Me vëmë të posë bëshke s'potut ke korkorët. Integralin e frikës se ka djekt. S'potut ke kjo? Po, integralin e frikës se ka djekt. Dhe kish tek ta dritën, shkëm. U djek kret. A mundem t'ja jap një kompliment live Liridonës. Unë e kam ndjek në rrjetet sociale Liridonën. E kam përcjell për entuziazmin që e shpreh në punën që e bën. Pastaj me kalimin e viteve kjo është bërë emër. Në qoftë se nuk u bë pjesë e një mediumi, sepse e ka nxjerr nga puna, se ka duru, sikur ty, kjo u bë vetë mediumi dhe është shumë mirë që e ka kap hapin, apo e ka zënë hapin me atë çfarë është e sotme, çfarë është moderne. Dhe Liridona është shembull që duhet ndiqet nga gazetarët që duhet të jenë pavarur dhe të bëjnë gazetari ashtu që ju thot koka e tyre. Shumë e vërtet, bravo. Ashtu që ndjejnë këta. Liridona sigurisht pjesën e humanizmit e ka shumë të rëndësishme, që bën vazhdimisht video dhe lajme rreth rasteve që kanë nevojë për ndihmë apo për humanizëm, po gjithashtu edhe ku ka padrejtësi. Kjo ku ka hyrë me do raste të gjyqësorit dhe të gjyqësisë, do me thonë, dikush mendon 7 herë dhe kthehet prapa. Askush, kurse kjo nuk e mendon fare. Prandaj është shumë e guximshme dhe është model, kështu që përgëzoj. Shumë faleminderit, të marr kompliment nga një njerëz që ka 25 vite në karrierë dhe jam rritur të pa videot e juaja Resul. Faleminderit shumë faleminderit. Sot kam qenë me një tavolinë dhe një dy kolegë të mi më kanë treguar që dy kolegë tjerë të cilët punojnë në polici, prokurori i ka pyet e kush Liridonës i ndihmon që ka marrë kaq shumë hof. Dhe shumë jam dëshpëruar thash. 3 burra në tavolinë të pyet kush Liridonës i jep krah që ka marrë kaq shumë hof. Se kuptoj se unë e bëj vetëm një gjest në të cilin kërkoj një drejtësi për punën që e ka bërë prokurori, domethënë si institucion, jo si individ. E ato individet pastaj më marrin mëri, i shofën aty, qytet i vogël jena, takohen në kafe, në rrugë, më shohin me sy të keq. Sikur unë kush e di çfarë domi ju kom bon, si kom bon individit, nëse si e ti prokurori je dikush tjetër.
institucionit prokurorit, gjyqësorit, ato e kapin krejt personale, pastaj hajde mblidhen bashkë, se tani gazetaria piksaj funksionon për lidhjeve që kam lidhje gjithkund, informacion, gjithkund. Ato vim të regojnë, e se janë mbledh, ky polici, aj prokurori, ky gjykaci, kishin një plan ty të ta lishoj një padit, ta nxiti një palë, po shkojnë pala, tash për shembull unë këtë palën, e kam është pala ime, i kam ndihmu deri dikun, pastaj kam çuar në polici që t'jape ta bëjë denoncimi. E aty në policia që ka marrë deklaratin i thotë, mos shko më te Liridona. Tu e pas policim, pse po shkon te Liridona? Çka dimon ajo? Ha, mos. Sa ju e bën për përfitimet e A mi thon dikuj përfitimi i kam unë. A mi thon dikuj që Liridona më shumë për rrikin policinë gjykose me burrin? A është vërtet? Jo, se burri punon me mu. Bravo, Ale. Tani jam me burrin për rriqe. Ja, Mos ta lëm onat. Për ndryshe, me të vërtet ashtu do t'ishte. Më pak jam në shtëpi se sa në punë. Ndonjëherë e mas kohën 16 orë jam në teren. 16 orë. 16 orë. Edhe në rast se ke po shumë interesant që deshin dëmët për zonë aty që i pajtuve. Të kinoni mos gjë. Ajo ka qenë shumë interesant edhe mu vetë. Po s'largona më edhe ke prej këtu të në ju, rano po në shkat. Mu qeshte edhe mu vetë. Po, ju ashtu në pajtime kur marrin pjesë, po me të vërtet është interesant. Hiq. Po. A i buri, ti e ke fjallin për a i burin që më përzite prej kafes. A u mendova se një dy tjerë që i kam pajtu. Po, një dy që jam pajtu për parking, ishin pas bollëm. Po, ato... Tu rejke pajtu për parking. Për parking. Po, parking i shtrejt atje, gjera për shumë një dhun kështu e madhe, i figurat një vërë janë ato në të to. E pas taj shku në pajtun, e kur u pajtun, ato edhe së në mshifshin në ftyrë, që kishin ullë kokës, ju vite tur prej skenës që delin. Ajo tjetra i zotniu që më përzinte prej kafes, a i nuk kishte njëherë, imaginoj që ka i bon grues vetë në shpi, kur mu zonjë, krejt kafja, krejt meshkuj, më tha, dil, hec, lërgohu, me fjallor banal, mirë kush e ka në shpi. Resoj për ti përdojnë që ka i bon grues. Po dalë me një tim tjetër përdojnë që i kemi edhe flukë, ta është të vërtet? Po, 2 herë. A më erë një pip, se mund qëtum ka ero. Mere një pip, për të bosh bjondë. Po, së është kërgjë, ta është ka do në tranë me mjellë flukë. Mund për më dhojnë mjellë, që qëtu, tëre? Po, pse jo? Kam nevoj për një plitkë. Pse jo? Hajtë se e gjeni sponsor. Shiko, Sponsora, më jam në flukë. Po. Unë nuk jam kundër ndërhyrjeve, përveç në qoftë se njerëzit e teprojnë. E vërtet. Qoftë zonjat, qoftë zotrit. Nuk është që kam pas nevojë ose e kam pas kompleks. Unë jam rrit në ekran dhe njerëzit kanë pas e cilën fije duke më ra. E vërtet. Pastaj e kam pas një pauzë nga ekrani dhe në atë periud dikush më oferton të mbjell flok. Tash së më duhet se s'ka me dalë në ekran. Po nëse dalë edhe njëherë, nëse këthejem në televizion, do të vi. Dhe unë jam gjithmonë pengi fjallës. Për mu fjalla është shumë e rëndësishme. Në qofë se unë e them një fjallë, sa do e thjesht qoftë ajo e mbaj. Po që kjo është krejtë, e ditë një. Kjo është të tëra, faktikisht gjithë shka lidhët e fjalla, dhe pas ta e mbaj ta fjallën. Po, gjithmonë ata që janë fillim, e ke parasysh, kritikohen ose komentohen, po unë asë që e kam këtë problem, thjesht kur e bëj, nuk e bëj tinzat, se plot e bëjnë tinza e thëjnë jo, e kam bo. Bravo. I kam bjerë flokët, e rëndësishma është që pozitivisht kanë ndiku, pamja ime në ekran është respekt edhe për audiencën, sigurisht. Absolutisht. E respektën audiencën, ose duke shmirë. Kur del në ekran, duhet i kesh parasysh këto gjëra. Po e mund shkam shqetësoj para 1-2 vjetë, se ta kam përdojë dhe shumë figurën, profesor, se ti po tamë për... Pa po, edhe një ilash diçka për prostatë, kishin pasit bu. është shumë interesant kjo. Për të njëjtin ilaç, e kishin bërë një fotografi timën edhe Tarif Ziberit të Elitës 5. Do më thonë, 2 linja. Një hal. Edhe ma qonë dikush, qeshëm, thëmë, kush o kjo njeri. Po ma qonë e dikush tjetër, thash, okej, prapë po qeshëm. Kur ma vonë shkruj një inbox njerëzit. A është e vërtet kjo se kam nevoj unë? Për fara kungit. Jo vetëm që më kanë shkruj një inbox shumë veta, po në telefon kishtir, një zotri prej Presheve. Thash, kush je ti? Tha filani, dhe ishte në mosh. Thash, a e ke shiku se unë reagova edhe të regova që është gënjeshtër, po ashtu e bol një lajme edhe në Kiks Kosova që është një keqpërdorimi figurave, jo vetëm e imja. Disa ishin
për prostatën, disa ishin për dëgjimin, për sy, pra lloj-lloj. Për mbi pesha, këta vejësiu e shumë figura. Po, shumë figura, nuk ishe e vetë, ma unë e mora me humor, por a i zotëria e merri seriozisht. Unë kam nevojë që disa vjetë kam këtë problem, të lutëm të rego se të besojmë. Në qovë se e ke përdor ti, tash unë kur njetë nuk e kam përdor. Veç tash me qenë se e ke gjetë numrin e telefonit tash. Ku e gjete, sa hulumtova, i kishi hulumtu shumë derisa e ka gjetë numrin e telefonit. Shumë lehtë e ke pas, ke mujtë me hynë në Facebook, e ke pa që unë e kam reagu se është e vërtet, ama njerëzit besojnë si kur kanë qef me i gënyu. Po se bani reklamat... Se vërtet e ke bënë, do shta. Ja, po reklamat i bani të mira, të besush me te dhe Liriduna. Jo që jeni këto, du me jo komplimente, për shumë ti te tëm Taylor që shkam, po Liriduna shkam për shumë të kete promo plasë, është e ju, nja. Reklamat mu më pëlqim për veti. Unë kudo që bëj reklama, duat jem konsumator, dikush e ka pikë dëpt. Duat jam konsumator, ta përdori vërtet, edhe të mos jem i rejshëm. Dhe më thënë, në asë një mënyrë, diçka që unë nuk e bëj vetë, nuk e bëj reklamë. Liridun ti i rahat për këtime silikonave, kështu s'ki? Pak kena, do me thonë, do profile o do gjana, ma shtu, busi, bëj këtu të ju, jo. Jo. Nuk është aqë pa dashti para gjykoj as pak, po në Macedonia, ndeka ne, nuk është si këtu në Kosovë. Ama cila është ma mirë? A ma mirë me ndërhy edhe me rujt pamjën apo filterat? E ma ndej kur e shenë live dalon krejt. Po cila është ma mirë, thash? Sepse e shenë në Instagram, ua, kur e shenë live të zhgënjen. Shtu ma mirë regulohet. E që thuj silikonet atjen të tëvë njëjta? Njëjti thonë. Me ajta, sajlikoni. Ja ka fajt pa e pajt. Shife. Ka mirëmbajtja është diçka tjetër. Mirëmbajtja ka lloj-lloj mënyra trajtime, tretmane, po aq shumë e ngurcohet ftyra sa që nuk mundesh të bësh mimik. Për ne të komunikimit, ekspresiviteti i ftyrës është shumë i rëndësishëm për mënyrën se si ti më pranon mua kur unë flas. Mendoj se, ose nëse shkojnë të dikush që është shumë profesional, ka zakonisht patjetër ai duhet të jetë vetëm mjek, që një muskulaturën e ftyrës mirë dije injektimi tjetë me mazë. Edhe unë shkoj trajtohem, bëj shumë tretmane, kam ftyrë të ndryshme, e të emisionit më kënë ka po vetë emisionit Resulit ka zë që reflektorat s'keni që bëj unë, që pas klipës, ka qenë zet. E kam bytë Resulit, se shumë ka qenë po më burse, ja kom lezuon komentet njerit. A ban vetë asjarojna, Resul. Shumë e ndryshme. Afro Liridone shumë opër, shumë. E ka mirë ftyrës. Ta atë më kanë pyet aq shumë cili grymer të ka ly që të ka bo si me të vunu pa shtet. Resul të lutem, jeme përgjigje. Bravo, Jo, nuk e di kush ka ly, vetë je ly. Unë vetë ly. Liridon, mos ki kontroll me pashtetën dhe s'pë të shmija bo reklam. E qashtu, nuk ka pas klim, s'ka funksionu klima, e aq shumë ishin ndërsu gjenin tonin pashtet. Pashtet, po, si pashtet e ke bo ftyra. Une e shkreta kam ftyrë të ndryshme. Dikush aty dë një supportusja ime u mundot e kitë komente me bashkëroje. Po veç kishte edhe dashamirës, t'jepnin këshilla. Thonin bëje kështu, bëje kështu. Po, mere këtë produkt, mere atë produkt. Ha s'kali, se edhe mu përbashkë, për shambull, ja qëllojt. Kur t'i për shkallë, më kësa mborë këtë këtë këtë. A qka ti bëju ftyra ime, është ashtu e atil, sështë ndërsohet me njere. Shumë. A më në qarë këm tesh me u pesh, dhe më thonë këm u vish dit. Pesh kur? Ditë t'i hub garant, kështë gjithë qërë. Për një javë këm u 7 dit. Nuk e ke provu kur seriosisht? E për ndryshe, për gjithë publikon të këmë thonë edhe publikisht, profesor, në emision kur kam qenë të ti, po sinqerisht, na e në rrit me lojme tua, dhe më unë ti personifikim i lojmeve të Kosovës. Veçanërisht të televizionit të Republikës Kosovës. E pash ma dërgua një video për 25 vjetorin, duket Koavizionit, i kishin nxjerrë disa video një emision ka qenë atë kohë në shtrat me Armendin. E unë isha aty misafir me pijame, para ka qenë një format shumë inovativ për shtrat me kohën. Armendin, Po ashtu ka qenë shumë guxim, se nuk shkonin gjithë në shtrat me pijame, me bisedu për me shku. E i pash disa sekuencat të dhënë lajme, e shoh vetën 73 kg kam qenë, ose 75 maksimumi, i likësht, me pak kilogram, po ma mirë se... E sonte se i pota në fund, po me që jena të lojme, profesor, pjanë ndrojnë vendet, sonte i këmë bone dë lojme që shkim qef në mënyrën të una. Banë me dhonë? Kush që shka qef? One populli i Kosovës. A ty me i dhonë të tja? Po dhe lojme që duham ne, ja, që ta bionë që aty, për që aty, s'ka problem. Që ti këmë shkur ti dy kërse, nuk e di që i banin atë vë, jo?
Sabrina më duket e keni kryer redaktor. Sa të vogla. A mund e lexon? Si me I lexu. Afro kamera I lutem ofër. Kur ti je gati prov shkojmë. Pse s'mi dhe ma herët me I lexu. Me ju sante. Me ju sante Resul Sinani. Hajde zonë. Në titujt kryesor do të ndiqni. Bie çmimi I energjisë elektrike, qeveria paralajmëron qytetarët. Lahuni se kur ma lirë se keni pas. Tani do të me bëhat të zhurma. Po. Rritën pagat e punëtorëve në sektorin privat deri në 2.000 euro. Mergjimtarët tanë jam synë Kosovës. Mirë se vinin Kosovë. Bravo. Bëhet konstituimi I kuvendit. Opozit e pozit bëhen bashk, paralajmërojnë që nuk do të ketë zgjedhje deri në vitin 2050. Ne jemi maraklit të zgjedhjeve, kështu që... I ki ma poshtit. Oke. Shikos nderuar, po ndiqni lajmët e mbrëmjes, me juve sonte do t'jam unë Resul Sinani. Sot ZRE ka paralajmëruar rënjen për toke të çmimit të energjisë elektrike. Me të dëgjuar këtë lajm, kryeministri Kurti me njëherë ka paralajmëruar qytetarët që mund të lahen deri në 2 ose 3 herë në ditë, varësisht sipas nevojës, sepse çmimi kur më lirë s'ka qenë. Kryeministri Kurti paralajmëroi që çdo familje do ta ketë një pako me shampona dhe se energjia elektrike nuk do të ndalet derisa të përfundoj mandatin unë, që do me thonë kur. Vazhdojmë me lajmin e radhës. Sot kryetari I shoqatës së sindikalistëve të sektorit privat ka njoftuar se janë ngritur pagat e punëtorëve në sektorin privat, duke e kaluar kështu edhe Gjermaninë e Zvicrën me paga minimale, ku paga për një punëtor shkon deri në 2.000 euro në muaj. Me të marrë vesh këtë lajm, mergjimtarët tanë që gjendën Zvicër ja kanë mësy Kosovës duke lënë çdo gjë që kishin atje dhe duke ardhur edhe në këmbë në Kosovë. Thuhet se kolona të shumta në pritje në Merdar, ku pritja e mergjimtarëve shkon deri në një javë sa rrishim për parat e dajt. Lajmi tjetër. Sot është bërë konstituimi I kuvendit dhe me shumicë votash, ku nga 120 deputet sa ishin të pranishëm, 121 votuan pro. Pra një ma shumë. Do me thonë edhe vetë kryetari I kuvendit. Më në fund, pozita e opozit u bën bashk duke I lënë anash të kaluarën, gazin lotësjellës, rahjen kuvend dhe gjithçka tjetër. Ata paralajmëruan se nuk do të ketë as zgjedhje komunale, sepse do ta bëjnë me rend ta udhëheqin komunën. Ndërsa për zgjedhje nacionale, njoftuan se nuk do të ketë deri në vitin 2050. Për këtë gjë, kryeministri Kurti u ndjeh shumë I kënaqur, I cili tha se edhe pas kryerjes së mandatit nuk do të qohet më asnjëherë në protestë dhe do të liroj karrigën e kryeministrit. Faleminderit shumë. Dhe në fund, të dashur shikues, ju sjellim edhe parashikimin e motit. Moti do të jetë me diell, ku secili qytetar do ta ketë nga një telekomandues ku mund ta ndryshojë motin sipas dëshirës, sepse as Zoti nuk po mundet me na ran fije. I lexova shumë seriozisht. Që kemi mot kemi, se për mësë nga bjezën të Internacion I njohur. I lajmeve. Po shumë. Farqetësie, sikur me pas don lajme për lu. Po që këtë me thonë profesor që... Profesionalistë. Që këtë me thonë që lajme t'ingojnë krejtuat. Thashën? Unë fillova t'ju besoj. Kanë me besu. Po edhe lajme t'mira kërën, abete që shtu kem qef na që krejtit, po fakt jo është vish një ondër. A tregoj diçka shumë interesante. Është një film dhe Anchorman Nishi, edhe dhe Anchorman Dyshi, nëse e ke pa, besoj. Edhe të Anchorman Nishi, lajmi keq është lajm I mirë. Bad news is good news. Edhe në atë betejën e vetë, ai Bëgërdi është e po mduket personazhi, ka betej kush me gjetë lajme sa ma të këqija. Aq lajme të këqija për krime, për vrasje, për gjithçka tjetër, sa që vetë stacionet televizive bëjnë luftë. Edhe fiton ai që I jep lajmet sa ma të këqija. Vite ma vonë, Dyshi, pra pjesa e dytë e filmit, përsëri beteja e njëjtë. Ky që I ka fitu atëherë lajmet, si I ri, do më thonë, me lajmet këqija, e humba audiencës, sepse vinë do moderator të ri, ma të mirë, ma të pëlqym të audiencës. Edhe në një moment ky pin, dehet, nuk është mirë, nuk është në rregull, I lind ideja, thot,
nuk du m'ju thonë më njerëzve lajmet këshia, po qa kanë qef njerëzit me dëgju. Mos ju kallëzon njerëzve qysh është, po qa kanë qef me dëgju. Edhe janë nisë Make America Great Again, po e lidhi tash figurativisht, sepse këtë e ka përdor Donald Trump në fushatën e ti dikurshme. Edhe e fiton betejën sepse njerëzit janë lodhë nga lajmet e këqija, janë lodhë nga lajmet e mërzitshme, edhe për një me kanë nevoj lajme pozitive. Në qënë se dikush do të abonte një edicion, edhe me dhonë veç lajme pozitive të Kosovës, besom që kish me pas kogja audiencë dhe kogja sukses. Pas në me anisën në Kosovë ka shumë gjana të mira, jeta është aqe mirë, nuk po thëmë që është perfekte, ama ne vetëm për gjana të këqia flasim. Edhe i vem në fokus vetë gjana të këqia. Aqë të këqia sa që edhe nëse kur nuk i përjetojmë ato, vetë i vujmë. Pra i vujmë në vetë-vete. Nuk e marrë gjithë do ditë nga ato. Me bo lajme të mira, ose me bo një medium veç pozitiv, kish me qenë eksperiment shumë interesant. Po i kia dhe pyetje, bravo, i kia dhe pyetje shumë interesante, për shembull atje i vetë njerëz ta shikoni filma për të rritur. Unë son të s'pej vetë, sa shikoni filma për të rritur, po ta shikoni filma të verës. Ku është në zetë, zhek? Liritur? Qëre? Janë figurë serioze, të lutem. Nale me këtë pyetje se qëj prokurori. Lutem, dhe të denoncoj. Plus 18 në burg. Resulit ja ku vjedh këtë pyetje. Nuk e dija ka bërë në që ne bëra filmat verës. Nuk e dija ka bërë. Asnjëherë Resuli se bën këtë pyetje. Jo, tregoj kështu. Në sezonën e parë, se tash jena ndihmën. Në sezonën e parë të emisionit, 2 sezona, në fakt e kam pas një rubrik pyetjet e jetës. Dhe ka pas pyetje pikante. Aty ka pas edhe pyetjet tilla. Po jo aq shumë. Mund t'jenë gjithë me 10, me 100 emisione, në fakt, kanë kalu më shumë se 150, 3 pyetjet tilla, ama... E ke pa që figurës tënde nuk i shkojnë? Po nuk i kam bëhun, veç kanë qenë pjesë e emisionit. Po edhe nëse i bënë s'ka lidhja, jo, unë mendoj që ne mund të flasim, po shiko, atë shumë ka reagime, sa habitesh. Edhe për, edhe kunder. S'po i përmendin një medium, po veç për me i rrit lajkat edhe për me i rrit komentet, njëherë njaf e bëjnë një lajmë shumë eksplicit, që japin këshilla edhe për të rritur. Unë flasë edhe drejt për drejt se kam problem, ama sa komente ka aty, edhe sa lajka, edhe sa shpërndalje. Qëka është lajmë për ty, profesor, me ditët e sotme? Me hongër ti qenin, jo qeni ty. Bravo, të rëtëgjit. Kjo është shumë e lasht. A së është mo lajmë për shambull, Diri Luna, ka unë dhe me thonë aja si që ka qenë ma erë për shambull? Shumë e lasht. Nuk është lajmë për shambull më konë sa ma isak, sa ma korrekt, po veç sa ma titull bombastik, ha? Të këne në Maqedoni është pak ma ndryshme, më thonë ju në Kosovë keni shumë media, ka shumë dritare në cilat mund të informohet, serioze, figura serioze, të këne është pak ma ndryshe, ka shumë më pak në numër, dihet profesionalizmi të kush sa qëndron, si qëndron, edhe nuk janë aq tolerant ndoshta publiku, në qoftë se je vetëm senzacional. Madje edhe rrjetet sociale në cilat unë punoj kanë bërë një lojë të egër në mënyrën e senzacionit të titujve, nuk guxojsh të vendosh tituj, nganjëherë detyrohen ati ndajnë fjalit, kështu që përmbajtja duhet jetë me të vërtetë e mirë për të kap viral ose për tec ajo e cila e ke bë edhe për të pas engagement, pra shikojshmëri, reagime, komente, gjithçka. Tani ato që ta thash unë është e lasht përdoret në me thonë në gazetari, në katedra, se nuk është lajmë kur qeni e ka fshon njeriun, po njeriu kur e ka fshon qenin, për me të regu se duhet jetë pak i pa zakon. Ama si definicion thjesht lajmë është çdo informacion i ri ose ngjarje e re, por nuk mjafton kjo, duhet zbërthehet, duhet lidhet me territorin dhe popullsinë e një territorit caktuar, ku në thelb është interesi. A ka interes shoqëria për atë lajmë. Pra do t'jetë informacion i ri, aktual, një ngjarje aktuale, dhe të lidhet me interesin. Pastaj ka sigurisht edhe shumë përbërës tjerë, ose shumë elemente tjera të lajmit që duhet t'i përmbush, sepse është me rëndësi edhe kush pastaj, është edhe sa njerëz ka prek impakti e shumë elemente tjera të lajmit. Të informojnë atë publiku në opinionin tënë se reagimi i tyre e shtyn institucione që të marrin vendim. Në qoftë se unë postoj një informacion, interesi i audiencës. Për shembull, ka qenë për shembull
peshku i madh ishin e hatë vogli, tash peshku i shpejt, po thojnë e hatë ka dashmin. Sa ma shpejt. Të dyja qëndrojnë këto. Ai pari që me peshq i gjithqysh. Me peshq. Ai që ka informacionin e pari, ajo është fuqia. Ne s'kemi armë këtu, ne kena informacioni. Kush ka më shumë lidhje, më shumë njerëz, më shumë informacione ka. E kam unë e para, unë jam e zotroj tregun. Mo njerë njerëz gëzën me ngucë. Ja. Ke dy njone nje? Ja, me ngucë, valla, zgudzoj. Parin e mbajnë mend gjithmonë. Audienca e mbajnë mend parin. Ama nuk guxojmë ne për hir të shpejtësisë. Ti bëhen edhe lëshime. Të bëjmë lëshime dhe ta lëm anash saktësinë, sepse saktësia është me rëndësi. Pra janë shumë elemente që duhet i kesh parasysh para se të vendosësh për një lajm. Të kuptohemi, po flasim për media klasike, për një media nacionale që ka një audiencë gjërë. Ama sot tregu me rrjetet sociale nuk funksionon më kështu. Ti e ke një lajm... Astena në kretë botën. Faktikisht ne jemi të fundit, ta keni parasysh, ne jemi të fundit. Dhe më thonë edhe CNN-i e ka hap derën, edhe televizionet shumë klasike e kanë hap derën për informacione që vinë nga burimet ndryshme nga gazetarët pavarur, nga qytetarët. Për shembull, jemi në një vrasje. Në qoftë se unë punoja në televizion, duhet që të marr ta bëj stand-upin e parë se ka ndodhur një vrasje, ta marr informacionin e policisë, ta marr informacionin e dëshmitarëve okular, ta marr informacionin e prokurorisë, ta përgatiti lajmin, ta montoj, ta postoj. M'duhen hiç më pak 3 orë, 2 orë. Unë si portal shkoj aty në vend ngjarje, e bëj videon e parë, ka ndodhur vrasja kjo. Mbas 2 minutave marr informacion i prokurorisë, e postoj. 2 minuta policisë, prapë e postoj. Unë i bëj 10 video, në fund i montoj e postoj prap. Domethënë, te unë non-stop njerëzit kanë. Edhe këtë që tham për shembull se duhet në televizionin nacionale ka nevojë për konfirmim. Unë them, ti vishte unë denoncoj rastin. Unë e postoj më një herë. Ama ato që e poston ajo duhet jetë saktë. Edhe pse nuk është e plot, sepse nuk mund të presësh ti të gjithë në kohën e sotit, të gjithë pa verifikimin. Nuk e di a keni një kodin e gazetarisë nacionale, po besoj që po. Domethënë kodi i gazetarisë që thotë domethënë do të më marrë edhe polën tjetër ajo, domethënë janë çështje tjera. Më përpara Maqedoni ka një funksionim tjetër. Nuk ka shumë media që u bëjnë presion institucionale. Po për shembull është tjetër, për shembull se ishte raportim tjetër, situatë tjetër. Nëse ti raporton kryesisht negativisht për dikon, hulumton një rast. Je obliguar që të kërkosh edhe prej tij opinionin. Ama nuk je obliguar ta presësh pafundësisht. Këtë doja të them. Sepse në qoftë se ti pa e marr palën tjetër, nuk e qet lajmin, faktikisht ja jep në dorë atij keqbërësit ose dyshuarit me dal lajmi ose mos me dal lajmi. Prandaj ti thu, këto janë faktet, këto janë informacionet. Se tani unë ta dërgoj pyetjen prokurorin, policinë, ndihmën sociale në mëngjes. Edhe ju them se në ora 3 unë e plasoj storjen. Më jepni ose s'më jepni përgjigje. Kur kena punuar në televizione, ne e kena prit 15 ditë. Unë sot nuk e pres. 7 ditë. Unë sot i them në ora 3 e nxjerrin, mos ma dërgoj ti mu përgjigjen, sepse ato kanë abuzuar me net. 15 ditë ndodhin raste më të rëndësishme. Kjo është shumë e rëndësishme, për shembull ti shasoj, për shembull vinte na shkasojmë për Vučićin, tash më çumë me thirr Vučićin telefon ai sta çelo burr. A be kupton? Jo, pra, adesi është. Po është në sens dyqysh. Për shembull vjen dikush që tu akuzon për shembull. Kjo puna e konfirmimit është e egzageruar. Tala Xhaferit tash. Është model i mediave publike ose i mediave shumë afër shtetit që me qenë shumë korrekte dhe kanë pas shumë kontroll. Në një treg mediash komerciale ku informacioni është shumë i rëndësishëm që të plasohet sa më shpejt, nuk do të kështu. Imagjino çka. Jo të na e kem hala çështu këshilli media fshkruar të Kosovës e koçat. Jo, ajo është çështje situatë tjetër, nuk po mos keq kuptohemi, po për shembull, ti je jashtë edhe po e sheh që po bjen borë. Ta thirr tash institutin ti thon konfirmova që po bjen bora. Mi thirr me laçet. Jo, mi thon apo bjen borë, ti po e sheh. Ato gjëra që i sheh, që i fakton, që janë fakt, që edhe ti je dëshmitar okular. Po ne kemi nevojë të Evropës, kemi nevojë mi thon, a Evropë me pritje të Evropës, po thu Evropë. Nëse unë kam një dokument që flet për inkriminimin tënd, unë jam i obliguar me të kërku prej teje deklarat. Po nuk jam i obliguar me të pritje ta çesh deklarat. Pafundësisht, sepse ta jap limitin brenda kësaj kohe ose sipas kodit etik edhe ligjeve që janë fuqi, pastaj pas asaj kohe ti e publikon. Profesor, ki 3 libra të botuara, po njëra që më boni përshtypje është moderatori dhe moderimi në televizion. Po. 3 pika që A ke lexu pjesërisht, a ke këshyr pak? Pak, e kam këshyr, po 3 pikat po du prej teje, më naj thonë sonte çka.
Do me pas karakteristika një moderator që e veçon ato. Shika, unë kur kam fillu moderimin, faktikisht nuk ka pas literaturë në gjuhën shqipe dhe ka qenë një shqetësim. Jo veç unë, po komplet gjenerata ime kem mësu rrugës, tu hec. E kem nis, pastaj kem mësu, jem plotësu. Sot është e kundërta. Ti mund të përfundosh studimet, të bëhesh gati e pastaj ta bësh hapin që të vazhdosh në moderim. Ne nuk e kemi pas këto. Prandaj kam pas nevojë ose kurreshtje me ditë për informacione se çfarë i duhet një moderatori. Sigurisht as nuk kem konsumu shumë media, atër s'kem pa shumë moderatorë, më thonë ka qenë shumë klasike. Tash njerëzit mujnë me pas modele, pa pas nevoj me lexu atë libër. Mujnë me pas model X-in, Y-in, pa pas nevoj kanë informacione. Ama atëherë kur e kam shkru, ka qenë si tez masteri, e kam artikulu, dhe sigurisht moderatori ka shumë karakteristika, po nuk mund të thuash kështu është, sepse se cili duhet ta gjejë vetën. Po 3 që duhet mi pas prof kryesorit ose 2? Për si për karakteristika. dukjen, për prezentimin. Ndëgjam, e para, për te që i të bënë bashkë, duhet jetë autenticiteti. Pra duhet jetë naturaliteti edhe duhet jesh ti. Kjo është. Pastaj të gjitha tjera që i shton ti, janë plus. Melmesa. Janë melmesa ato që të bëjnë ty. Ama, në qofë se nuk jetë ti, qëfar do të qofsh? Dhe ku do të qofsh, e ki të vështirë me ecë tutje. Karakteristik tjetër, sigurisht duhet t'i zotroj emocionet, është shumë e rëndësishme. Sepse ti mund t'jesh shumë ma i bukur, mund t'flasësh shumë ma mirë, mund t'kesh shumë ma shumë informacione, në qofë se emocionet kapin për para, ti nuk je vetja dhe je i zbet. Pra, e shesa e tup skenari zemë si krishës. Të hum skenari, edhe nuk mund e gjenë. Pra, janë shumë komponent që të bëjnë. Si do qofë se cilës pra tyre karakteristikave duhet ju kushtohet rëndësi, sepse njerëju i tregon ato që i ka, ma të mira dhe veta. Në qofë se ke armën ma të mirë trupin, ti vish është bukur si maneken. Në qofë se nuk e ki, i kushtohet si diçka tjetër. Kjo ishte shumë e fortë. Kjo na gjyti një, bravo. është shumë e vërtet. Ai bukur e veshën e po. Se kam. Arma ime në kështë trupi është bombica, se mu ka po borg i frymë si bombica. A shkoj me pak muzikë, me granitin dhe Ermolin. Një këngë të mirë. Skena për ju, vishme se merrin me vete, gjithë që shtu thamënë. Zënë për pjekme, a i kun gjermoni. Për me pasi si zënë për pjekme, a i kun gjermoni. O moj bajzene Mola Moldavije Veç me gajde dëmi La kure gjete bajzën
me herë trondopi ma u kam u shtëpia o me një cëllë s'ka tuni mun ka zëndashnia me herë trondopi o mu kam u shopori o me një cëllë s'të bukur zemëra se qma mori Ka tam në ju nazën dua që t'mërdoj Shata do t'i zemra do t'a trefishoj do t'a biu nazën dua të t'mërdoj Qka ta do t'i zemra do t'a trefishoj Moje majrë të domës I jetë ka shamia Ma që tua vos të kuqe O si kur qërshia Ma që tua vos të kuqe O si kur qërshia Oj tua ti si tua Do të jesh fiksim për mua Se nuk marrë I putjet e tua Si për vete dhe për mua Se nuk marrë I putjet e tua Si për vete dhe për mua Unë këtë ka pjesën time Dashuria s'ka pushime Nuk marrë I putjet e tua Si për vete dhe për mua Unë këti ka pjesën time Dashuria s'ka pushime Një shote Hajde në sol Oj tua ti si tua Do të jesh fiksim për mua Se nuk marrë I putjet e tua Si për vete dhe për mua Se nuk marrë I putjet e tu Si për vete dhe për mua Unë këti kam pjesën tim Dashuria s'ka pushime Nuk marrë I putjet e tu Si për vete dhe për mua Unë këti kam pjesën tim Dashuria s'ka pushime Një shote Hajde shipe me dikra Ma të mirë se na nuk ka Jena krejt për mashallah Niti bashke mi me ba Hajde shipe me dikra Ma të mirë se na nuk ka Jena krejt për mashallah Niti bashke mi me ba Hajde shipe me dikra Ma të mirë se na nuk ka Jena krejt për mashallah Një dit bashk O më pak e me unë
Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Bravo! Faleminderit shumë harmonika dhe granitit, a ju pëlqej atmosfera? Muzika? Shumë. Si vjet nuk kam qenë dasëm, kështu që Ti e dhoj lojme që s'nonë të rrymë, apo nuk e di? Që ka bo me rymën? unë mal, diçka s'është në rregull. Diçka s'është në rregull. Që sholla nuk vjen e Që vaj. është pune? A me bërlogja pas ka një zmo mo. Shok i njeri më rebu? Ama krejt e hekin bërlogun ky e pru. Ku shok i njeri? Shok o vlog. Ja. Që shbi shok i mos bënaj gorë se kishtë i të unë? Ka ka ndosh? Shka bo vlog? Si ti veç më provoj kështu. Kush të pru, ma? e vlog? Shka bo? Urdhë, bu kështu. Jo veç më provoj kështu se di. Ha? Ullu, do. Prezentava, monësh. Samet, Samet i ja? A është që ky Sametja? Po. O, ullu. E ku e nëzu në leprin? Po, a është një historie. Ha? Falënderit shumë që je o Samet. E pse që shtu o burë? A muj me kap për vesh? Po. Bëhe O, jo, Pse? Mo mos ma prek. E kush je ti, Samet? Samet? A? Kush shka bën burë? Pse je dhe kështu, a shka hinja? Shkak se s'di kam pronën veç më kapën po. Unë jam Samet Fejka. Jam kryetari i partisë Trej TTK. Partia TTK TikTok Kosova. Edhe unë kam shumë premtime, po ju premtoj që kam i majt premtimet. Domethënë tashti që shpun qunë më sikur kryetari i TikTokit. Çka kime boti? Kam ja punësu në çdo shtëpi këtu në Kosovë, po foli për Kosovë, kam ja punësu çdo shtëpi kanë janë të orë me hinë TikTok. Live, a? Po, live. Pse? Ja bon, pse Ju shahën e atje, burë? A ne, shahëm, tash edhe shajt një amë pjesë e TikTokit. E kuj lepër me pse me lepër ti? Ky lepri këta e kam këshilltar, e kam për punë të shpejta, se e dini ju që leprat janë të shpejt, e këta kam për ma kryt një punë Në shpejt. kush që ki lepër Edhe e që? kom nis ma shumë ju besu lepra se njerëzën. Po, kush që ki lepër që ka përmend në Ramizi? Kjo është, për ti që ka thonë Ramiz Ladrovsi, e zon leprin, me shka ka thonë me... Me Kerkijev. Po me Kerkijev, e që kjo është e lepri. Që ka zonë? Unë e kom zo vetë me dur. E herë qujnë lepër, herë qujnë... Ashtu, së kraj tjetëri. Si kush? Si qaj tjetëri, të shqepa. Kush është ai tjetri? Cile është? Kush kraj tjetëri? Gazetori Ja. Lirim, ja? Po, qa. Ja, mamo. Ja, Herë mos është, është. herë si lepri, herë si ajë. Po unë e quj lepër buzë. E shka ti tash po kandidat si Po asamblesta? unë po kandidaj si pavarët, dhe me thonë sikur kryetari i partisë TTK TikTok Kosova, dhe me thonë kam premtime shumë, kam ja punësu se cilin shpi ka një antar me hinë TikTok, kam i nëzit bizniset të moja si që janë si dhja mujna mi e bo reklam Po. që me investu 20% me gju gifta në TikTok këtu në Kosovë, mi bo për shembull se kriza madhe, dhe me thonë me dal për krizës, po tjetra kam ja premtu që mu bo landa në shkollë TikTok, sukur që është aja, kimia, geografia, më kon landa TikTok plus më Çfarë premtimi? profesori Po kështu po rrym makina i sa na i premtem më për. Po rrym non-stop, uj, non-stop edhe të nxejt se juve shtoft, edhe një 3 kusheret me dimnet me javë qohë drumë. Edhe për drum pas kemi na çau drum, ta? Po me javë qohë drumë, të më thonë, Po për gazetor, a kina i zën? për gazetar, s'po di vallaj, A kina i premtem interesant për gazetor? për gazetar kisha thonë. Po, ai pa di nxit që me hin TikTok live edhe këta jo. Po i kisha nëzit edhe këta me hi, pse jo, vëde. Në partit TikTok-u, tha. Po, parti TikTok, këto ne i pjo premtej që... E çka nëse i fiton për shembull të bëhesh asamblest? Po çto premtime që i dhash tashti kam i majtu, ne? Veç edhe besej që kam e fitu. S'po tham inshallah fitoj, po kam e fitu. Po, Dhe edhe për këtë qikën, një vend këna me jabon aty, se kë ti ishe i punësuna, po. Po. S'kishe nevoj për punë, po. bravo. E çka lirë dunën? Zëdhën se Po, menaxhere TikTokit, dhe me thonë, rrjetet sociale. shumë ma me këshyrë. E vete, kur ti gjujnë këto bizniset e moja,
Gifta që i gjujnë mi këshyrë, so ka gjuhë këj biznes, so këj... Po hiq nuk di ka shifrat, katastrofë jam. Mësoj nana. Do të kite e modë për zavetit. O, Samet, po kësi, do më thonë, këto për mërë se mu? Po edhe ti... A kona e me të njafë shumë? Pa e ki emisionin... Nepotizmin jo, a? A? Pa e ki emisionin të i përsuni. Po, Po, vërtet. kje qika një ta papunish, a? Po. Që ta s'kesh zyret vetën të emisionit, Ja, të dalën e rrugë, Të dalë Mirë këtë dhe këtu, mirë këtë dhe këtu, mirë. që ta thash... E koalicion kështu për shumë me në parti, nëse fiton na. Ja, unë jam i pëmborë, okej. Po, a? Ketë Nuk vetëm, korruptohesh. s'ka nevoj jasë më përkras, për gjonë... Korrupsioni zero. A? Korrupsion? Korrupsioni zero. Po, a? Ja, ty në TikTok s'ka korrupsion. S'ka korrupcion. I blen like-at edhe aty. Edhe giftat. Për shembull, me që kryetari TikTokit për shembull ta boni pyetje për shembull nëse realisht i fiton zgjedhjet, normalisht kryetari ta martuat, dush mu martu. Po jam beqar, po tani atëherë vinë kërkesat vetë. Për shembull çfarë lloji tipi Në luan gift, a? Po në luan çfarë të pëlqen mbi femra? Çfarë lloji, çfarë tipi të femrës? Po tash s'pëdi, pak po më shtet që se s'kam... Pse? Pak sekret kam qef me ne të shihin, po okej, mision të ti, po shprejna. Kam qef femnat mi pos dhanë të rallë. Kanë më shumë fat ato. Si me pos ftyrën pak si të mosh, kështu si të rallë, si me bëto pra. Si se sana. Tash në Foqet e kuqja kështu po në sareta. Po. Kuqja. Edhe tash ti s'pëdia moja një fjallë Po. në shpreju, edhe të femna me pos gjëks. Po, a? Pak po. Ko gjësi shok. Si të vandomit asi çfarë se gjerit? A? Si të vandomit? Ja, si kush ka ja be? Ka shumë shemë. Enka Haxhiu? A? Enka Haxhiu. Ka shumë shemë i kështu që në vetin. Kush pëlqen për shembull prej figurave, domethënë kështu vep. VIP? Po. Tash si s'pedi se tash edhe në TikTok njerëzit dhe djesë janë kokushi, po në TikTok live edhe pequjnë vetin VIP, apo kupton? Kështu që s'podi kanë me qujt VIP. Po për shembull prej këtyre Që këngëtarëve. ty quj VIP. Faleminderit shumë. Edhe Resuli edhe Liriduna besoj. Gjytona pas Se zyrë. dia janë ka, si pas meje se dia janë VIP. Në TikTok, jo, në partit TikTokot, ja. Po, tash ti po VIP nuk është sikur ti a thove E lojë. shakumini ti sa më përveç që i kryetari TikTokut mirësh edhe kështu me shkruan ka pak, si se ire. Çka? Po, i kisha shkruaj edhe baj pak ders, kështu. Po, çka ki me bon sontën e sa? Sot po, besa juve dëve, sidomos për Resulin. Hajde për hajde. Mi grau pak më shumë se këti emisioni pe hec shumë mirë, e mi o hec edhe juve, pa. Okej, dersin e mire paska. Hajde lutë, veç po ti klepri. Amen. Amin. Edhe unë lutjen për ditë për ty më shumë. Ka mirësh domethënë edhe me lutja. Po, edhe me lutje, edhe me ders, edhe me kajt ka pak. Edhe me lepra më shumë, që shtash, e kom njëse vëti. Po. Që e pëshe pa kafshë mirë, dhe më thonë, vetë zoti që ka ditë me kryu, kafshë mirë dhe që shto ka pak. Edhe po më vje mirë bile edhe që leprin ja ka A njësë pipon ftesë publike domethënë kryeministit Kurti, pse jo me ina herë live TikTok me ju? Po, kisha thonë sidomos ata e meritojnë se posh një person që ju konë i nalt, kishin besa veç guest kishin, edhe i kishin gjukot gjithë shumë, kisha thonë bash ata e meritojnë me hin live. Po, a? Po, bile me shprej ato, së për shprej në ane me shprej në TikTok. Liriduna e kështë avon votën një asamblejës të tillë. Ma mirë, ma mirë. Ma. Të pak të tregon drejt. Unë i Krejt në rejnë. Tjetë krejt në rejnë. Veç drejt bjem bunar. Po, faleminderit se unë premtova, thash ka më bon, jo inshallah bon apo ka më Të ku bon. ka shumë se jasë me lajkore. Shumë. Profesor, Resul, a e kështë avon votën të një asamblejës të tillë? Të ke qenë edhe vetë pjesë dikure Se politikës. po thomës m'ja thonë? Leprat poezika, lutje po banë, Po. në TikTok Po, po i punë këshilltarët e tanë. pas ka shumë Qa po punë. danë ma shumë? Po, thash. Ky pas ka mirë se këta e kanë zakonisht kanë 20 qiltar, ky vish një pas ka. Ja, veç këta, kam veç leprin e kam. Me qka e ushqen? Këta është me Premtime. çka edhe lepri. Edhe me Çka? premtime. Me premtime. Me premtime, se thotë që e kum zvut, ai që ka thonë ka me zladrosi që sot but e kum vonë, që shotoj sa ort, e pse. Kështu që edhe kena mi mësu ka dal edhe leprat me në TikTok, pse jo? Oho. Po, qaç leqi njerëz. Që Tani, në librit të tu, liridun? Lepër. Lepurush. Fale, ku thojnë të tu, më duket lepri ka 5 koma. Akun, Jo, jo. si di ku thojnë lepri ka 5 koma. Ju Ferizaj, berni po, me lepun, ne. Në Ferizaj. Ferizaj, Ferizaj, Ferizaj. unë se di që thojnë, po.
E kështu po më leja, ka shku me një nërë sa me përveç që i kryetari i TKG-s me im Big Brother kështu me një format, që më ke qenë ma herët. Po, s'pedi ty be, ju më kone interesum, po më kanë thonë disa atë persona se s'fëdu me o përmenemnin, kanë thonë që je konë me një format tjetër edhe nuk morëm njerës të ati formatit se ai personin e ka vjedhë ide neve, apo luktar. Për çfarë arsye edhe nuk e sheh asnjë që konë çat televizion, nuk e sheh askime po kur në Big Brother. Po nishe ki dëshirë kështu me qenë pjesë? Më herët kum pas dëshirë, po i kum kuptu shumë desane që s'është veç Big Brother, apo kuptem Arnov TikToki. E çka ke thonë me një intervistë? Edhe fituste, edhe fituste Big Brother më po një TikTok. Po dhe çka ke thonë me një intervistë, domethënë diçka për Gjesin. Çka e kishe këshilluar nëse ishe taku me ta realisht? Ke thonë ka kopju diçka që të Po pak, a janë fakte, veç njerëzit që kam kuptojnë, kopjojnë mu, jo në ata, kryetarin me kopju. Po e vërtet. Unë si kopjoj se unë Edhe një pyetje të fundit sa më të kam për ty që po. Çka për shembull nëse se ti ke marak me një TikTok për shembull nëse të thirr gruaja për shembull me fjet që është vogël me fjet me shkushtat edhe Aruni për shembull është më i fortë në TikTok apo? Po. Më i fortë. Thirr për shembull lut live, cilën e zgjidh ti? Qysh janë? Nëse ti Aruni me lut live TikTok edhe gruaja për shembull thotë hajde me fjet bursa. Gruaja apo në femër tjetër? Ose gruaja ose në femër tjetër. Po. Cilën e zgjidh ti për shembull? Ja, me Aronin me lut. Po. E le gruan? Po jo, gruin është ajo, po femnën e lanë, që s'jam i martuar me ta. Po za zgjungiv do po. Jo, se me Aronin me hi për shembull live është më i fortë në TikTok. Vjen fama, vjen parja me ta edhe mund tani se kështu me ngojt mos një femnës, kështu me Aronin fiton parë edhe. E çka ki, domethënë ta përcjell me konga, pajduni, me një kongë të shkurt. Po, patjetër. Çfarë kong? Po çel spedi, sa kryetar më fal se sa më po do të më thirr. Që e pas ke edhe llogën më, pas ka. Po që logon ja, kryetari si, s'pa logo pa po gjojnë. E çfarë kongë për shembull shkon ti për thyre? Po spedile nashta nuk e preferoj se çore tash më kallzu drejtën shumë të kongë që janë të mira nuk pi pëlqejnë sidomos aty në TikTok video që po bojnë me dë treja që s'kan kuptim. S'kan kuptim. Po, që s'kan kuptim. Për shembull, sikur aja unë e kisha dish sot më maknu kongën e Motra Mustafa do të shkoj në manastir. Ja, nuk është me kesh, aja kongë me dëmethënie edhe është. Po mos bëj gara, po do shkoj në manastir s'është për zgjedhje. Po s'keni ngujë muzikë, ai nitë po. A e din intereson? E di. Po jo, po famu Motra Mustafa janë fenomenale o burbo. Amo personazhi nuk është djalë aty, është vajzë që shkon në manastir, ti çapo li me shkon në manastir. Ku po di ti sa më do të. Vajza ti ngajën me vetë. Vajza ti ngajën, okay. Kështu që nëse A e dini do të shkojnë në manastir, knojani. Do shkojnë në manastir, le të shkojnë. Do të digjem dërsi, zërë shpyrt mi, ka në grilla dhe qaj, a? Se kena knu që sovjet, sa me dakine dëshirë tjetër burë. S'është tja është dishka që i këtu kong do të më përsërit, se këtu janë kong dëmë kong. Shakine e sen përzgjedhe burë. Përzgjedhe? Po dhe naj kong tjetër. Që po dhe në më përzgjedhe. Ma mirë mos kishar dhe hana. Më din kur ta dëshirë rezultatin. Ma mirë mos kishar. Po që kam e u përzgjedhe, po dhe me thonë që të nësu. Ja, jo, sami kam e fitu. Kam e u përzgjedhe, ma mirë mos kishar dhe hana. Jo, kam e fitu. Ja, ani u kry. Të djelën, bro. Ani që, unë po du një kong tjetër. Hajde. Kitë kong, o dje ma po nga. Cilën kong? Po cilën kong? Që po përzijet për zërejnë. Hajde. Okej. Hajde, dhe ma. Qpo përzijet o bremzëreni O, më në kanë qartë o zotëni, i të në veti. Në kanë qartë o zotëni, i të në veti. O, më shaqira ka qajru, rus regjepi. Rus regjepi, o jypi o dit, më gjane gato përshko. On so kako Shkon so kako të shkon në qarshis O shkon të i ble O baru O talë dize Blen barutin o prej u kshinit O
mos më pëtë kusha qi I rogin I zhin Mos më pëtë kusha qi rogin A te gjamia po I pa Al gjenazë Fal gjenazë të vëdhe E më gjamia O lima nage zojdi I qebia Lima nage zojdi I qebia O po mag zoj ke qaj Imam gjia Imam gjia mër muhajeri Am luftën ruza me u koj mjeri Luftën ruza mër në am poban O më kall ka bashin o ty I me plake Ty me plaka ma I goha o të verd Am kulla ruze zobe e qimere Me qimera më në rrët me gjoma A thoj ka ruza po ve e te bona Ve te bona më nëse e kam dert E kam nis luften me I qimete Zot sa lufte më në kush na I prini O më ruz ka bashim Samedi, a ty me rana dini Fondit O hajtë Samet jarani hajtë Vajde të valqojna Valen e TikToku Hajde të valqojna O valen e TikToku Prej të moda kuqe Kupini Kosovës Prej të moda kuqe Kupini Kosovës Hajde TikTok hajde O hajde Samet Qashtu Samet Shqipnia e janë Kosova Hey, hey janë TikTokio Faleminderit. Faleminderit mirë që pështoj lepuri se prej zhurmës mundën me lëshu zemra. Nuk e da zhurme në vërtet. Më s'po qenë e zën tjetër se për zanë. Ja, Sa me të qyë se po më duke diçka, a? Ja, qatë shumë që e ku me duku edhe ku më trajnu që sa nejtë me Ako drejt votën i me kërë? Ha? Drejt votë, ako? Po ka drejt. Se është plus 18. Plus 18, a? Amo nuk bani asja shqitja s'ku gjësë. E kisha pos dëshirë, dhe më thonë përsintashin me përcjell me moshin që kësë veç, dhe më thonë instrumentale. A mon është? Kretar, çka po frymton për fund se u kry puna? Që tu frymtime shka i dhash, në ne çdo familje me pas një punësun TikTok me i live edhe bizniset e moja se që janë këtu se nështë të s'kam drejt nga përmend. Me gju, me la Hibi porën... për shembull. A? Hibi, Viva e të cuja këtu shka janë me i me gju gifta në TikTok, se që të ju më mirë, se... Me pasunu shtetin të ndë, se shkon ata giftat shkojnë të një familje, nuk shkojnë... E për ty për shembull është më e rëndë me rrot qeveria e Republikës Kosovës a interneti? TikToki. Ja, veç TikTok më supret, mo. Po, Ja, që aty më supret. Maron është TikToki, më shilë se qeveria. a për ju bënë dhe më thonë apel qytetare që dilën me dollë masovikisht zgjedhje? Po, me dollë zjerje? Po. Po.
Veç këshirni Me hynë TikTok. Edhe live aty në TikTok banë, edhe gjatë zhjedhe, pse jo. Mi po reklam zhjedhe. Edhe ti premtona që kime një live kur shpesh me votu. Po, edhe ti live një janite. Edhe ti, o kry. Unë të votoj, një javë pas. Faleminderit kryetar që ishe. Faleminderit. S'po të mund mi ku ma shumë se edhe i ku për shumë. Faleminderit. Faleminderit aty. Nëse ka mundësi me përcjell kryetarin, po kryetar. Faleminderit shumë. Kryetari ke fantastik, ha? Na ka premtu që ka më na premtu. A i kemi pak tema pak ma serioze, prof. Po, qësh dush. Ha? Qësh dush bolë serioze ke tema. Ke qenë ma serioze. Ma serios dim qa me bona. Ke qenë në një vend pranë Zotit. Kalon shumë përshtypje, po. Ashtu e kishte emrin, dhe më thonë, Musalah është maja më e lartë në Bullgari, përkthimi ishte më pranë Zotit. Dhe më thonë, emri majës ishte ashtu. Edhe e kanë lënë në kohën e perandorisë Osmane, dhe më thonë. Në atë kohë, ai mal, që është më i larti në Ballkan faktikisht, e ka pas atë emën edhe e mbante. Prandaj e shpjegova për njerëzit që na kanë ndjekë në ekspedit, që çfarë do me thoni. Për ndryshe, prof, që thu do thoni shumë mirë aty në emision, në hapje, a beson në botën e përtejme? Po. Në çfarë forme? Tash, po ta them me një fjali. Po. Jam besimtar i fesë islame dhe mos ta reprodukoj ato që e thonë hoxhallarët, po besojnë botën e përtejme sipas islamit. Bravo. Liridona ju? Njëjtë. Njëjtë edhe ne. Besoni në botën e përtejme? Po, edhe ne, unë jam muslimane. Po, vje mirë. Për ndryshe, po rikthehemi përsëri tema të relaksit për provën se i me ta mbajë një pyetje. Kanë thonë që ki kondicion shumë. Mund gjitë moja volit. Sinqerisht? Sigurisht. Ja, nuk do me thonë që kam gjithë kohën. Thojnë, bile më tha dikush tha Resul Sinoni kur djem punë këtu në Prishtinë, shkon në parkon kirën Ferizaj, tha ta na vjen kompi Ferizaj. Në për rafsh s'kam qef me ecë. Jo. Kështu që s'vlen kjo. Jo, që ka kondicioni nuk është gjendja ose pika më e fortë e emja, po qëndrueshmëria është pika më e fortë e emja. Nëse dikush nuk lodhet për 2 orë, unë për 20 orë eci pa kurfar problemi. Kështu që kjo është pika më e fortë e emja, jo shpejtësia. Liridun? Keni marrë shumë përstime, do me thonë i ke pas do lajme shumë interesante, do me thonë dëgjova në intervistë nëse s'ga bëjt e prufa, e ke thonë dikun tjetër, një vajzë e dërgu me një burë që e ka dërgu, dje ka qitë fotot e ka shantazhu e kështu. A mundësh me nda me publikun? Mendoj se atë temë kam ndarë, një temë tjetër, në cilën do të kisha dashur të bëj edhe një lloj apelit të gjithë prindërit që kanë fëmijë në moshën 18 vjeçare, veçanërisht vajza, po jo vetëm. Në Maqedoni ka një rregullore në bazë të policisë dhe shoqatës e gazetarëve, për vetvrasje nuk raportojmë në media. Por është e tmerrshme, fatkeqësisht do duhet ta raportoj vetëm për ta treguar seriozitetin e situatës. 2 vetvrasje kanë ndodhur në Tetov, njëri ka qenë 93-shës, tjetri ka qenë 2001-shës, do të thonë vitit i lindjes. Brenda një jave 2 vetvrasje të 2 djemve të ri kanë ndodhur në Tetov. Në të njëjtën njëri ka qenë me armë, tjetri ka qenë litar. Më vjen keq që e raportoj por dua të dalë diku tjetër. Ndërkohë, një rast tjetër përpara 2 ditëve, pra sot jemi e ejtë që xhirojmë, ditën e martë ka ndodhur një vajzë nga Struga, ka dashur të bëjë vetvrasje në Gostivar, duke dashur të hudhet nga lumi. Policia e Gostivarit e ka arritur të qenë civil, ka arritur që ta shpëtojnë. E ka dorëzuar te familjarët, vajza ka qenë 16 vjeçare. Rasti tjetër që kam raportuar dje ka qenë një djalë 16 vjeçar i cili ka ikur nga familjarët në Tetov, ka ikur në Strug për shkak se ka dashur një jetë vetë ta vazhdoj për prindërit, që kishte arsyetimet e tij, apo gjithsesi edhe ky ka dashur të largohet nga shtëpia. Ndërsa rasti tjetër nga Studeniçani është një vajzë e cila
mund të them pa modesti, e kam shpëtuar nga vetvrasja, ajo më ka dërguar një numër telefoni, pra numrin tim e telefonit e kam online 24 orë për të gjithë njerëzit të cilat janë në nevojë dhe deri te institucionet kanë një lloj doze frike, pasigurie, jo afërsie tek unë e kanë 100% konfidencialitetin edhe ndihmën. Më ka shkruar një vajzë nga Studeniçani, më ka thënë Liridona, shikoj këtë fotografi dhe më ka dërguar një fotografi të saj me qafën e kishte nga tentimi që kishte dashur të bëjë vetvrasje, pra komplet të acaruar qafën. Edhe i kam thënë, ndal, çka je tu e bë? Vi unë të marr ku je ti. Më ka thënë se jam në Studeniçan, kam pas kontakt me një djalë nga Prishtina, ai djali nga Prishtina nuk kanë qenë në lidhje dashurie, por kjo ja ka dërguar 2-3 foto atij djalit që dua t'ju bëj një apel të gjithë vajzave dhe djemve, ku edhe një vetvrasje tjetër që ka ndodhur në një fshat tjetër në Maqedoni është për shkak të TikTokut, se vajzën e kanë shantazhuar, edhe ajo është minorene 15 vjeçare, se do t'ja nxjerrin fotografitë në TikTok, e kjo vajzë tha se ky djali nga Prishtina e shantazhon, i thotë, nëse nuk mi dërgon 3.000 euro, unë t'i postoj fotot në TikTok. Vajza nuk ka guximin t'i tregojë nënës dhe prindit dhe babait të saj, edhe ka tentuar vetvrasje, por ka qenë pa sukses. Unë i kam thënë, ti nuk ke nevojë ta bësh këtë. Fillimisht do shkosh polici ta raportosh, por pse është minorene nuk guxon të shkojë në polici pa kujdestarin ose pa prindin. Prindve s'mund t'ju tregoj. I kam thënë, ti mos bën asgjë. Unë kam atë liri nga bashkëshorti im dhe përkrahjen 200%. Kam thënë, ti në moment që ai posto fotografitë në TikTokun tonë, po ju bëj thirrje të gjithë vajzave dhe djemve, nuk ka lidhje, që nuk e kanë përkrahjen momentale të familjarëve të tyre, kanë numrin tim të telefonit, dhe në moment që ju ndodh diçka e keqe, vetëm duhet largohen nga ai momenti ku janë, të më thirrin mua dhe unë do t'i kisha tërstruar të shtëpia ime. Nuk është as pak problem, kam thënë kësaj vajzës, largohu në moment prej shtëpia, pasi mendoj se prindërit do të dhunojnë ose nuk do të mirë kuptojnë. Mos tentove vetvrasje, unë do të marr, do të strehoj të shtëpia ime. Unë do vi do flas me babain, me nënën tënde. Në qoftë se ato nuk pranojnë shtëpi, te shtëpia ime do jetojsh. Nuk ka asnjë lloj problemi. Edhe pas 3 ditëve kam mbajtur gjithkohës në kontakt. A ti postoj fotografi, nëse ti poston derisa të mbri unë në fshatin tënd, ti vetëm largohu prej shtëpisë tënde, unë vi të marr edhe e strehoj pa asnjë lloj problemi. Kam përkrahjen komplet familje, jarëve, të krejtëve të mive. Nuk ka nevojë vajzë bëj vetvrasje. Rasti i vajzës dhe më kanë shkruar shumë njerëz. Pse s'po merret me vetvrasjen e vajzës që ndodhi në një fshat, që s'dua t'ja përmend emrin. E njohin të gjithë. Ju kam thënë për shkak të rregullit që ka shoqata e gazetarëve me policinë, nuk është mirë të raportohet për këto, por është alarmante kohës fundit. Shantazhi që u bëhet të rive në rrjetet sociale, ju dërgojnë fotografi edhe më pas shantazhohen. Ato nuk kanë zgjidhje tjetër. Mendoj më një herë të bëj vetvrasje se familjarët nuk e kuptojnë. Është ndaluar të raportohet krejtësisht për vetvrasjet? Është ndaluar. Sepse kuptohet për aspektin etik, nuk preferohet që të jepen shumë detaje si ka ndodhur vetvrasja, sepse kjo konsiderohet se indit tjeret, ama për të mos u raportuar kjo të qenë ka... Pak si e pa kuptim? Pa kuptim. Nëse do të kishë ndodhur vetëm një vetvrasje, po tham. Okej, po janë brenda një jave 2. 2 tentime vetvrasje. Ti disa 5 apo 6 i numërove deri tani. Edhe 2 tjetër. Do më thonë, vetëm mo është alarmante. Unë po i shfrytëzoj emisionin ty për atë, kam dash ta bëj, do më thonë, në profilin tim, t'ju jap një besim edhe një vedije të më ngrej këtyre, o të ri dhe të reja, ju lutem, mos dërgoni fotografi, mos komunikoni me njerëz që nuk jeni më mirë, shumë më mirë, një vajzë ose një djalë, se s'ka lidhje gjinia. Takojsh një vajzë ose një djalë tjetër. Njoftoje me familjarin, thuj, oj nëno baba, këtë kam të dashur. Ama disi është konteksti kulturor, atje është i tillë, sepse janë shumë të mbyllur, dhe kur dikush krijon një lidhje, me një foto e shantazhon. Me në moment ajo foto mund të jetë shumë e thjeshtë, por ato nuk duan të vetëm më fal. Jo, në vende të tjera nuk do të ishte kështu. Prandaj vendi është i tillë që është tani çfarë dua të bëj unë të raportoj, domethënë deri tek sektori për krim kibernetik, është në Shkup, sepse kjo po ndodhet në Saraj, është një shkollë e mesme, atje Maria Isni ka emrin. E ka hap një djalë i cili duke që ka dosë të lartë të shizofreni, sigurisht, e ka hap një profil fake në TikTok. Dhe djem, edhe vajza nuk i kursen. O çfarë fjalë banali u shkruan mbi fotografi, edhe ju vendon
vojsat këqi. Dhe më thonë, edhe djemë edhe vajza, e gjithë shkolla është e terrorizuar prej atij profilit fake. Njërin depresion, njërin depresion, njërin depresion. Po në këto raste duhet të ndërhyjë shteti, domethënë duhet ndërhyjnë domethënë organet e sigurisë. Jo, drejtori nuk dia mund t'ja ndalin TikTok apo ku e ka, po përmes sigurisë mund ta. Njëherë duhet ta policia domethënë njëherë këto diku tjetër është krejtësenca te prindat. Shteti, endi përpunë sociale, drejtori, krejt dhe reagoj nëse ti e përkrah vajzën tënde, nëse unë e përkrah djalit tim, kur ti ndodh diçka vajzës dhe djalit tim, unë duhet jem prehja ati, jo dikush tjetër, e shantazhon vajzën tim me dikush, jo të thote sa keq që ata kuptoj nëna ime do të më vras, unë do të shkoj tek nëna ime, sa ajo do ma zgjidhë zgjidhjen, ose te babai. Këto nuk e kanë këtë, edhe tentoj, unë jam shumë krenare për këtë që bëra atë ditë për atë vajzë 15 vjeçare, ndjehem 3 ditë mbrëmje, kam pas një motiv ma shumë për të më zënë gjumi e qetë. Nuk mund që as ta besoj, ma ka shkruaj pastaj një mesazh, ti e njullim, me të vërtet zemra ime ka qenë ndryshe, e qetë shumë. Një person është ajo. Edhe I kam thënë, thash numrin tënd do ta kem me prioritet, domethënë e vendova listë si emergency call, kur të më thiri, se nganjëherë ja si këtu për shembull, nuk më bie telefoni. Po numri I asaj domethënë mbie edhe me qenë silent mode. Ajo, aq e re ishte, thotë çka do të thotë kjo? Tash që kur të më thirrish ti, unë të kapi telefonin. Okej, se kuptoj as këtë çka I thash. Numrin tënd e kam me prioritet. Unë mendoj që vjen kjo, mire ko profesor, unë mendoj që vjen pak që janë edhe është pak vend më I mbyllur te jo, domethënë edhe mentaliteti është pak më Prindët, ju lutem edukoni vajzat dhe djemt. Fillimisht në një çfarë do qoftë lidhje, qoftë edhe virtuale, të mos dërgojnë asnjë lloj fotografie. Se shantazhi është vepër penale. Në familja për shkakun më ndalu. Ndodh gjithkund, ndodh edhe këtu në Kosovë, ndodh kamos. Faktikisht abuzuesit janë në të gjithë botën dhe rrjetet sociale ju japin mundësi abuzuesve në të gjithë botën që t'i shantazhojnë. Nuk I shantazhojnë vetëm burrat vajzat, po ka nga raportet nga më të ndryshmet, domethënë. Prandaj thash, djem dhe vajza, se aty edhe djem janë të bulizuar, të shantazhuar te ky projekt social. Në TikTok. Duhet një edukim mediatik një mënyre, duhet një edukim edhe I raporteve apo që ka të bëj me raportet familjare, po është e rëndësishme ajo që fëmijët prehjen e parë ta gjejnë te prindi, te nëna ose te babai, sepse ti mund gabosh, po në fund nuk do me thonë që të bish prej shantazhimit, sepse vetëm një diçka gjithmonë, më fal Resul që edhe mashtrohen lehtë, më fal, edhe mashtrohen lehtë, ja dërgon një fotografi ose e bën sepse krijohet raporti I mirëbesimit, po pastaj ndodh është ndryshe kur ti jesh në një raport, qoftë edhe virtual, ti thuash tjetrit, edhe prindi im e di për komunikimin me ty. Kush je ti? Ti je Hasani? Unë komunikoj me Hasani? Prindët e mi e din. Kjo vajza në moment që ju thot, o Zot, mos më shkruaj, mos më thirr se e kuptu prindët e mi, më mbysi se kam komunikim me ti, aja atëherë gjen shansën. Atëherë do më thonë. Aja atëherë më ka teret. Pra kjo është problemi, raporti. Unë 300 euro I kam gjetë, mi ka dhënë dikush borxh. Edhe tha, atja dërgoj me Western Union, thash. Kur hiç, jo se nëse ja dërgon një herë. A di sa liri dona deri tash, tentova shumë njerëz të komunikoj, t'ju tham të më ndihmojnë. Edhe kështu e kam mesazhin, do t'i nxjerrë një ditë krejt rrjetet e mia sociale, se kam dashur ta bëj temë. Atë gjithë më kërkuan virgjërinë në këmbim. Përveç ty. Çka? Se është e re, ja kanë kërkuar virgjërinë në këmbim. Domethënë, kjo ju ka kërkuar ndihmë? Po, këtyne burrave kam mesazhin. Edhe ato I kanë kërkuar diçka. Edhe më e rëndë është kjo, domethënë. Shifë çfarë idiota, I ka kërkuar ndihmë, ndoshta te komshi, ndoshta se pyeta ku. Tha, të gjithë përveç teje më kërkuan të ju jap diçka, disa më kërkuan virgjëni, jo në jargonin e tij atij. Situatën, domethënë familje zguxon ta bëj publike, të flas me nanën, me babain. Kujdo që I kërkon ndihmë, ata të kërkojnë diçka më të tmerrshme se ai që po t'i kërkon 3000 euro. Pra është gjendje alarmante që... Prandaj kjo vajza kishte tentuar atë gestin ta bëj. Po përfundimisht çfarë ndodhi? Ajo vajza domethënë tash ka 5 ditë. Si zgjidhet ti se kjo del për tej profesionit, kjo është aspekti I angazhimit shoqëror të Unë I tham asaj, ende numri asaj është me prioritet të unë, edhe të gjithë të rejave dhe trive tjerë që mund ta keni lloj të tillë problemi ose çfarë lloj problemi. Ajo vajza tash pret kët djalin nga Prishtina, do t'ja postoj fotot.
Nëse ja poston, unë prapë shkoj e marrë bitë të shtëpia ime, se s'ka si. Tash kjo pret. Po mira, s'mona për shembull atë djalin me lajmëru. Po se ne lajmëron kjo se duhet patjetër të ketë prezencë prindin. S'mundet, se është e vogël. Ndërtet me 10 s'ke shansa ta bëjsh. Për të shkuar në polici, Me lajmëru ti për to. Jo, zguxoj, e kam tetu me vajza tjera, edhe me djem tjerë, se jo vetëm vajzat janë të shantazhuar, siç tha dhe profesori, nuk më pranojnë në polici. Ka pas raste kur kemi pasur një rast shumë alarmant, kemi tentu forma alternative në polici, po duhet kjo djetë për kjo nga frika edhe nuk mund të dilte për shtëpia. A e një kjo vajza ato, apo edhe për ato është anonim? Është i vërtet në rrjetin social, sepse kur është i vërtet, ajo mund ta denoncoj, mund ta bëj publike. Ama në qoftë se është edhe ai anonim, atëherë kur je 15 vjeçare duket sikur është dëgjoja më e rëndë në botë që të ka ndodhur, prandaj i thash kjo është kur gjë për ty, mundaj ta postoj fotografinë e ti merr vetëm një shikim asgjë hiç. Po edhe nëse e poston, un kam njerëzit e mi, lidhjet e mia që mund ta raportojmë, mund ta largojmë. Për ato shëro. Ai kjo histori e treguar nga Leridona duhet të jetë alarm faktikisht për shoqërinë tonë. Alarm. Dhe ne duhet të shqetësohemi se sa e lehtë është disa njerëz të bëjnë abuzime të tilla dhe shantazhe të tilla në shoqërinë tonë. Kjo është shqetësuese. Shumë shqetësuese. Edhe mesazhet i Leridon se thashë merr mesazhe shumë kërcënuese. Po marr shumë. Shumë. Për shembull tani, a e tregova këtë rastin. Nëse ky djali potencialisht është shikuesi yt, ky e dyn rastin që e ka bë, ky mua ose do të më kërcënoj, ose do të më dërgoj dikën, ose do të më bëj diçka keq. Inshallah s'kina ndaj kërcënim tash, ta kina ndaj. Po, kisha pak parë më kishte shkruar një mesazh dikush, po jemi tash në emision. Mendoj se s'është sinqerisht për me kia. Jo dhe, me të vërtet. E kam bërë një rast në Maqedoni atje, edhe të kisha në Maqedoni është kam letë. Kam njerëzit të cilët më dalin në ndim gjithmonë, po këtu është, atje kena shoqatën e gazetarëve, cilën e lajmërojna edhe reagon me shpejtësi, por këtu nuk kam dikant, nuk e di ju si e keni. Kush ishte shantazhu, kush ishte personi që të kërcënoi nga këtu? Jo, nga këtu është, nuk e di, dikush ma ka shkruar një mesazh, në qoftë se poston temën që e ke fillu, atëherë do të diçka të vështirë, kërcënime të zakonshme për Leridonën. Çka mundna me bolla, veç me dir policisë se s'ke çka bën. Po ju këtu si e keni punën me policinë? Për shembull, nëse ti unë raportoj se jam ndjehem e kërcënuar, a vin ato? Po, vin? A mund me dir po problem. A i thirrni? A mund e thirrësh? Po. Për të? Po dhe. A thirrni? A janë aq ekspresiv? Po përsoj që vin, ose me di tash, s'kom pas rast. Me shtinë edhe mos pushon ato. A e thirr ti policinë apo ta thirri unë? Nëse do t'i thërë. Unë këtu në Kosovë nuk di gjendem shumë mira, mund është ti ta thirish? Po për me kia, Po dhe? Ki kërcënim në mesazh apo më po është. Po dhe mund është ta shofish, nuk ka asnjë lloj problemi? Ja. Ja për shembull sa më shkruajt. Policin gash. Shife? Pyetja ilo inshallah vin. Ka kem bashkëpunim kanë herë po. A vin kështu shpejt? S'pedi bethiri tash. A i mbrojnë gazetarët? Po, të na shumë. Shumë? Prof? A mendon ti që i mbrojnë gazetarët? Policia. I mbrojnë policia, sigurisht, po. Policia Kosovës ordnane? Falë, jem prej emisionit Këshia Show, edhe jem të gjiru një emision bashkë me moderatorin e një Resul Sinoni edhe gazetarën nga Maqedonia Veriore, Leridona Vejseli, edhe po thotë që ka një mesazh kërcënuesi ka ardhur diku prej Kosovës, a mund të lutem me ardhmë të dërgoni një patrullë deri te këtu e kem, domethënë përballë agjencionit veterinës së ushqimit. Skenën. Po patjetër, për pak minuta aty do të jemi. Faleminderit shumë. A tha për pak minuta aty do të jemi? Po. Hajde shohim. Në mund me vazhdu. A mund me po publik mesazhin ajo? Po dhe nuk është problem. Trego çfarë kërcënimi kishte? Çka? Ta hjek kokën e sheh kur vjen nëse e poston videon, se kena bërë një temë atje në Maqedoni, edhe sigurisht ka kuptuar personi që e kena bërë temën, është i përfshim në një skandal, edhe më ka dërguar, unë nuk besoj se numri është i atij, po për temën, domethënë e di për çfarë teme, se sot e di çka kam punuar gjatë ditës në Tetov. Edhe ka shkruar një mesazh. Zakonisht shkruajnë me profile fake, po kur është me mesazh telefoni, sigurisht ai nuk ka më frikë, ndjehet i fuqishëm. Po nuk ka
nga njëherë, gjithmonë unë e preferoj që t'i bëj publike edhe numrat ku shumë shkruan, ku shumë kërcënon, sepse unë jam e mbrojtur atëherë, ja si këtu. Oj, fëminat. Me mroma? Wow, sa shpejt erdhe? Në mroma? Po një informacion për një rast. Cile ka ndodhur ta, ta sqarojnë në pika shkurta. Na falenderoj shumë për liridurën ju kena thënë në fakt. Po? Liridura ka mundësi, po? Apo mundsi më na tregu çfarë më. Më thonë unë e kom bërë një temë në Maqedoni sot gjatë ditës. Po? Edhe ende nuk e kam plasuar, por e kam marrë një mesazh kërcënues që thotë se nëse e plason temën, atëherë ti me mu do të kesh punë, unë do ta jep kokën. Apo mundsi të marrë një raport shkurt për pak minuta, mazë bëhet fjalë për një kërcënim. Po. E do të më marrë një raport, edhe masi sot Me qysh me nalë emisionin liridurën si Po do patjetër me nalë, mazë edhe nuk ka qytetore ju, na të marrë një raport shkurt edhe të për pak minuta. Okej, s'ka problem me nalë. Ka mundsi me marrë me ne? Liridura mundës? Po, ta marrë telefonin si të shmi që e ka? Po. Falenderoj. Na po vazhdojmë me provën ne, na si penguar. Për pak minuta thoj. Provë ka mendon ti? Po është e rëndë, domethënë edhe tash të sa vite. Sigur. Muj me thonë disa gjana të përgjithshme që kanë bëjnë me rolin e gazetarisë edhe rastet e tilla. Të gjithë i duan gazetarët që t'i kenë në anën e tyre, që t'i lavdojnë, që t'i promovojnë, të shkruajnë mirë, t'ju bëjnë reklam. Ndërsa, askush nuk i do gazetarët kur ata raportojnë për gabimet e tyre, ose për shkeljen e ligjit që e bëjnë tjerët. Dhe në këto raste i kërcënojnë. Fatkeqësisht në gjithë botën gazetarët kërcënohen. Në rajonin tonë, në Ballkan, nuk është gjendja më e mira. Mediat në rajonin tonë aty janë përsa i takon shkallës e lirisë së shprehjes dhe vendet tona konsiderohen si vende me media pjesërisht të lira, pra jo të lira. Gazetarët kërcënohen nga politikanët, nga biznismenët, po edhe nga qytetarët. Ndërkohë kamera nëse mundë se jenë të morë intervistë atje, Alberti apo Didi që li dalin, s'ka problem. Okej, derisa punon kamera, pra nga të gjithë gazetarët kërcënohen. Dhe në vendin tonë konsideroj që edhe politika ka një ndikim shumë të rëndësishëm që gazetarët janë bërë një farmënyre si një lloj targeti i letë për të kërcënuar. Ama, ajo që duhet ta di shoqëria jonë është se vendet me demokraci të zhvillume, gazetarisë i japin një vend shumë të rëndësishëm, i japin vendin e pushtetit katërt, sepse ashtu si që janë mjekët të rëndësishëm për shëndetin tonë, kur jemi të smur, gazetaria është e rëndësishme për demokracinë e një shteti. Pra, gazetarët janë ata që i bëjnë pyetje pushtetarëve, atyre që i zgjedh qytetari. I bëjnë pyetje apo i mbajnë premtimet që ua kanë dhënë qytetarëve, jo gazetarëve, jo mediave. Gazetarët janë ata që në raport me qytetarët ju japin llogari politikanëve dhe domosdo janë në të mirën e shoqërisë. Pa media, pa gazetar, as që mund ta imagjinoj se si do të ishte pushteti në Kosovë. Prandaj është me rëndësi që qytetarët të radhiten edhe të jenë në anën e gazetarëve. Kjo nuk do të thonë që gazetarët janë enjoy, sepse edhe në mesin e gazetarëve ka që e turprojnë profesionin, por gazetaria dhe mediat janë shumë të rëndësishme për demokracinë edhe për shtetin si që është në rastin tonë Kosovë. Çka do të thonë, prof, nëse sulmuohet një gazetar, çka do të thonë për demokracinë e një vendi? Çka do të thonë, nuk është problemi apo sulmohet, po problemi është si po përgjigjet shoqëria ndaj sulmuesit. Sepse njerëzit
i sulmojnë gazetarët edhe në demokraci të zhvillume. Ama pastaj reagimi që e marrin nga institucionet e shtetit, jo vetëm nga asociacioni, po nga policia, nga prokuroria, nga gjyqësia, është meritor dhe pastaj nuk ju shkon në mend për s'dyt me bo. Tek ne sikur është dehumanizuar gazetari dhe gazetaria dhe është bot tabel qitje. Kjo është e keqja, kjo është ajo që ne duhet nga brengos. Pse pra është kriju një ambient i tillë ku gazetarët lehtësisht janë, si që thatë ju, tabel qitje nga të gjithë. Faleminderit. Mund me vazhdojnë misionin pa problem, na marrëm një raport për Isavit, edhe ftej të gjithë, ata vizitorë, cilë dujnë me vizitu shtetin e Kosovës, duhet të jenë të qetë, dhe Kosova është shteti i pavarur dhe ka policinë më të mirë në rajon. E vërtet. Ne jemi në shërbim të qytetarëve 24 orë. Faleminderit shumë. Kështu që të jenë të sigurt në vend. Falenderoj policinë e Kosovës për ekspresivitetin që erdha më njëherë, sjelljen, mbështetjen, edhe për mua si gazetare që shpesh vije dhe punoj në Kosovë. Këto fjalë edhe kjo mbështetje e policisë Kosovës vlen shumë, si dhe për çdo qytetar tjetër i cili viziton territorin e Kosovës. Një shtet i ri i pavarur për më shumë siguri, ju falenderoj shumë. Çfarë do të thotë kjo për një gazetare? Policia e Kosovës ta mbrojë shumë e madhe. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Jemi pothuajse në minutat e fundit, nëse dënin se kështu na ndodhen nga një mesazh për fond, prof. Po ja lë radhën. Liridonës. Gjithashtu falenderoj shumë që gjete kohën edhe mundësinë. Shumë faleminderit edhe juve. Edhe pse ty kërcënimet djegin gjithmonë, sa herë kudo që shkon, po është pjesë e punës. Jo, shumë faleminderit. Gjithashtu ndjehem shumë mirë që policia e Kosovës është për qytetarët, edhe jo vetëm për qytetarët e Kosovës, por edhe jashtë saj. Kjo do të thotë shumë për të gjithë ata të cilët vinë, vizitojnë nga Maqedonia, pothuajse një pjesë e madhe e qytetarëve të Maqedonisë vinë në Kosovë, edhe të ndjehemi të mbrojtur, të ndjehemi të sigurt, gjëja më e rëndësishme që mund ta kemi, respekte për policinë e Kosovës dhe diçka që dua të them në kufi të Kosovës kur vim nga Maqedonia. Gjithmonë më pëlqen shumë, edhe kam dashur ta shkruaj sjelljen e policëve kufitar, edhe kur ka shumë kolon, dalin 2 policë tjerë, të cilët me një aparat tjetër, pra domethënë 4 pika punojnë i bie. Edhe shumë më pëlqen. Ashtu sjelljen e mirë, buzëqeshjen, gjithmonë na përshëndesin, mu bie nga një javë, 3 ditë të jem në Kosovë, policët kufitar, të jashtëzakonshëm, të sjellshëm, të mirë, na e bëjnë Kosovën të jetë edhe shteti yni. Faleminderit shumë. Faleminderit. Prof. Dua të tregoj një diçka interesante, është informacion në kohën kur mafia në Itali ka qenë shumë e fuqishme, dihet edhe Cosa Nostra e krejt këto, një gazetar ka raportu kështu si Liridona për mafian gjithë kohën, me dekada, dhe pyesin tojnë, po si ke mund me mbet gjallë? A i thotë, sepse sa herë kam pas informacionin nuk e kam mbajt, po veç e kam publiku. Kur e publikon informacionin nuk merren më me ty, po merren me efektin që e ka informacioni. Një herë i kishte ndodhur atij gazetari që të mos e publikojnë ditën që ka dasht edhe e kanë vrarë. Pra është rast i njohur ky që kur e ke informacionin publikoje. Tani gazetaria investigative është zhanri më i respektuar në gazetari, është zhanri më i rëndë. Po nuk do me thonë që aspektet tjera të gazetarisë duhet i lëmana, është edhe gazetaria që merret me motin është e rëndësishme, që të tregon motin, sepse nëse ti nuk e shikon motin disa shtete që kanë specifikat tilla, ndodhin aksidente. Dhe ti shpëton njerëzit nga aksidentet, kur ju tregon se sot duhet t'i ndroni gomat e dimrit. Pra gjitha rolet, gjitha zhanret e gazetarisë janë të rëndësishme dhe duhet respektohen. Ne ndërtojmë profilen varësisht si e kemi pas fatin, po them. Unë e kam pas fatin t'jem në një natyrë tjetër emisionesh, ti tjetër, ai tjetër, ai tjetër. Por, ma e rrezikshmja edhe ma e respektuar është kjo. Për ndryshe nuk do të qenë showbiz, nuk të kërcënojnë. Edhe për këngëtar, nëse raporton të kërcënojnë vazhdimisht, edhe për tema sociale, edhe për çfarë do lloj zhanri kur ti raporton. Vazhdimisht, unë marrë kërcënime të natyrës me këshyrin boksin tim, qeshem në herë, sepse edhe të friksojnë.
marrë kërcënimet natyrës, pse e thirrë filan mysafirin. Pra, në qoftë se është politikani një krahu, kret të tjerët, krahu tjetër, të kritikojnë. Kur ndrohet ana, të kritikojnë tjetër. Pastaj, ka kërcënime shumë, nëse flet për tema që nuk ju pëlqen njerëzve, ose ka kërcënime në qoftë se ti merresh me tema fetare. Pra, tema tabu, po. Gjithsesi, kur nuk ju bije tamam. Qysh ishte kjo? Nuk mundet me Iran fije kërkush, në më thënë të ne. Unë dhe njëherë thamë të hanën, më shpallin tradhtar me komente, sepse si ju ka pëlqyt diqka. Të premë të në mbylli javën patriot. Pra kjo është shoqëria dhe kështu reagon, ne kështu duhet ta kuptojmë. Po, kërcënimet është e vërtet vinë nga të gjitha anët. Po dhe mu shumë, kena më gjithë si Miloqin, po, bëm përqarje, kam marrë shumë kërcënime. Do me thonë, janë të tmerrshme. Janë të tmerrshme. Jem boj mund pyetime, vetëm sikur prej gripës. As unë nuk kam raportuar ndonjëherë, as nuk raportoj, edhe pse kam pas bazë dhe kam në inbox, besoj të rujtuna kërcënimet drejt për drejta. Po më në kështu të me thonë që dihet njeri. Ama diqka është e mira, edhe diqka të mbyllim sepse e kemi në emision. është shumë interesant, ndonjëherë kur i lexon komentet, ose reagimet në inbox, thu si dalë në rrugë është kam pret dikush me stup të bejsbollit, me mre. Ama kur del në rrugë, i takon qytetarët ishe që janë krejt tjerë, janë shumë të afërt, janë shumë të dashur, edhe të respektojnë e nderojnë. Do me thonë, marrin foto me ty kur shojnë live. Mu më ka ndodhur për shembull. Jo, s'm ka thonë, kështu nuk e kam identifiku, po, do me thonë, drejt për drejt, merr foto dhe komplimente, kurse me mask, në rrjetet sociale, janë të tmerrshëm. Se jemi në fund krejt emisionit, mu më ka ndodhur për shembull më kanë lyp se e kom pas profesorët e Ramadanit në emision, edhe ka folur për shëndetin. Para një viti, 2 për shembull më ka kërkuar numrin e tij, për me ndihmu për shëndet fëmijës, mas 2 vjetë për shembull më ka shoh. Kam raste edhe të tilla, njëherë t'jep komplimente, edhe ty e shet, se vinë aty të adhës një inbox. Mas 6 mujve tok të bën të të shajt. Mas një kohë prap i ka pëlqyer diçka tjetër, prap komplimente. Tash mi bë skrine me nxjerr mi thon cili jeti. Po ka plot raste të tilla. Po varësisht si i ka pëlqyer ose reagim. Po lëm profila vetë. Me u pa histori se Facebook, sigurisht i arsyetojna. Kush e di çfarë jete kanë pas asaj, kush e di çfarë gjendje emocionale, shëndetësore, materiale gjenden. I kishim arsyetu 100% për veprimet që i bëjnë. Një njeri i konsoliduar, me jetë të konsoliduar në aspektin financiar, familjar, nuk merr mundimin të shfryje vrerë të Resulit e Liridona, të Kojshia Shoh, në asnjë lloj momenti. Jo njerëz cilët dëshirojnë të nxjerrin diçka nga vetja, mundet një buzëqeshje, okej, zemër, ti si tush, ja shkruaj ndonjë gruas që më kritikon mua, pastaj më kthehet, po pse më thuaj zemër? Po të jap një kompliment se duket që je shumë e shqetësuar. Eja, tapim një kafe, ndoshta të ndihmoj, pastaj kthehet, ma tregon çka ka hallin, unë i ndihmoj, nuk i gjykoj as pak. Është realitet me të cilin ne mësohemi të jetojmë edhe sikur. Faleminderit. Faleminderit Kojshi. Faleminderit shumë. Knaçi, faleminderit shumë. Respekt. Faleminderit shikuesve natën e mirë, kaq të personte. Me dorë të lidhje, sigurisht. Faleminderit.